Në vitin 1950, fizikani italian Enrico Fermi po hante drak me kolegët e tij në laboratorin kombëtar të Los Alamos. Biseda u kthye te raportet e fundit për vëzhgimet e objekteve fluturuese të paidentifikuara. Fermi ishte njëri nga mendjet më të shkëlqyera të shekullit të 20, njeriu që kishte ndërtuar reaktorin e parë bërthamor dhe që kishte kontribuar në projektin Manhattan. Ai ishte i njohur për aftësinë e tij të llogariste shpejt në mendje dhe të thjeshtonte çështjet komplekse deri në thelbin e tyre. Papritur, ai u ndal dhe pyeti kolegët e tij: "Por ku janë të gjithë?" Kjo pyetje e thjesht e bërë gjatë një dreke të zakonshme do të bëjë një nga paradokset më të thella të shkencës moderne. Fermi kishte bërë një llogaritje të shpejtë në mendjen e tij. Galaktika jon, rruga e qumështit, përmban rreth 200 miliard yje. Shumica e këtyre yjeve kanë planet. Disa nga këto planeta duhet të jenë në zonën e banueshme, ku uji mund të ekzistojë në formë të lëngët. Nëse jeta ka filluar në tokë, pse nuk do të kishte filluar edhe gjetkë? Dhe nëse jeta inteligjente ka evoluar këtu, pse nuk do të kishte evoluar në mijëra ose miliona vende të tjera? Logjika ishte e pakundërshtueshme. Por ku ishin provat? Gjatë 72 viteve që kanë kaluar që nga ajo drek, ne kemi dëgjuar vetëm heshtje. Teleskopët radiofonik më të fuqishëm të planetës skanojnë qiellin çdo natë duke kërkuar ndonjë shenjë të civilizimit. Observatori Arecibo në Porto Rico, para se të shkatërrohej në vitin 2020, dëgjoi kosmosin për dekada. Instituti SETI, i themeluar në vitin 1964, ka analizuar miliarda sinjale radiofonike. Programi Breakthrough Listen, i financuar me $100 milion, përdor teleskopët më të ndjeshëm të botës. Rezultati? Asnjë mesazh. Asnjë sinjal që mund të dallojë qartë nga zhurma kozmike. Asnjë provë pa kontestueshme e jetës së zgjuar përtej tokës. Vetëm heshtje. Heshtje e thellë, e pandërprer, e pakuptimt. Pse? Paradoksi i Fermit nuk është thjesht një kuriozitet intelektual. Është një çështje ekzistenciale që prek natyrën e qenies sonë në univers. Nëse jeta është e zakonshme, si duket se tregojnë ligjet e fizikës dhe kimisë, atëherë heshtja është e paeksplikueshme. Nëse jeta inteligjente është e rrallë, ne duhet të pyesim veten: pse? Çfarë pengon evolimin e mendjes në miliarda botë të tjera? Dhe më shqetësuese, nëse civilizime të tjera kanë ekzistuar, por janë zhdukur, çfarë na pret neve? A jemi ne një përjashtim i lumtur, apo thjesht ende nuk kemi arritur pikën ku shumica e civilizimeve vetë shkatërrohen? Le të fillojmë me atë që e dim. Universi është i vjetër, shumë i vjetër. 13.8 miliard vjet kanë kaluar që nga Big Bangu. Dielli ynë është një yll i brezit të tretë ose të katërt, i formuar nga hiri i yjeve që vdiqen para tij. Kjo do të thotë se elementet e rënda të nevojshme për jetën, karboni, azoti, oksigjeni, hekuri, kanë qenë në dispozicion për miliarda vjet. Yjet e parë të afta për të mbështetur planetet të ngjashme me tokën u formuan vetëm 100 deri në 200 milion vjet pas Big Bangut. Galaktika jon është e vjetër, rreth 13 miliard vjetësh. Toka, për krahasim, ka vetëm 4.5 miliard vjet. Mendoni për këtë. Nëse historia e galaktikës ishte një ditë 24 orëshe, toka u formua në orën 20. Jeta e thjesht shfaqet në orën 21. Dinozaurët dalin në orën 23:45 dhe zhduken 20 minuta para mesnatës. Njeriu modern anatomik shfaqet në orën 23:59:56. I jepen vetëm 4 sekonda dhe e gjithë civilizimi ynë industrial, fabrikat, satelitat, armët bërthamore, ekziston vetëm 2 mijëshin e fundit të sekondës. Jemi një çast që orshi gjeologjik as nuk ka mundur ta regjistrojë si duhet. Por çfarë rreth gjithë atyre orëve para se ne të shfaqeshim? Çfarë ndodhi gjatë 13 orarëve të parë të kësaj dite galaktike? Statistikat janë mahnitse. Galaktika jon përmban 200 miliard yje sipas vlerësimeve më të reja. Shumica e këtyre yjeve janë më të vjetra dhe më të qëndrueshme se dielli ynë. Misioni Kepler i NASA-s, i nisur në vitin 2009, zbuloi se pothuajse çdo yll ka të paktën një planet. Disa kanë 6, 8, 12.
Nëse marrën një mesatare konservatore të një planet për il, kemi 200 miliard planet vetëm në rrugën e qumështit. Sa prej tyre janë në zonën e banueshme? Vlerësimet variojnë, por edhe skenarët më pesimist sugjerojnë miliarda. Miliarda botë ku temperaturat lejojnë ujin e lëngët, ku atmosfera mund të mbajë gazra organik, ku kimia e jetës së njohur mund të ndodhë. Por galaktika jonë është vetëm 1 nga 2 trilion galaktika në universin e dukshëm. Çdo galaktik përmban mesatarisht 100 bilion deri në 1 trilion yje. Numrat bëhen kaq të mëdhenj sa mendja refuzon t'i përpunojë. Sa planet ekzistojnë në total? Sa prej tyre janë si toka? Edhe nëse vetëm 1 në 1 milion ka kushte të përshtatshme për jetë, ne ende do të flisnim për miliarda e miliarda botë të banueshme. Pse pra kemi dëgjuar vetëm heshtje? Në vitin 1961, astrofizikani Frank Drake formuloi një ekuacion që do të bëhej i famshëm. Ekuacioni i Drake-it mundohet të vlerësojë numrin e civilizimeve të zgjuara në galaktikën tonë që janë në gjendje të komunikojnë. Ai shumëzon 7 faktorë: ritmin e formimit të yjeve të përshtatshëm, fraksionin e yjeve që kanë planet, numrin mesatar të planetëve që mund të mbështesin jetë për ill, fraksionin e këtyre planetëve ku jeta zhvillohet aktualisht, fraksionin ku jeta inteligjente evolon, fraksionin e civilizimeve që zhvillojnë teknologji të detektueshme dhe kohëzgjatjen mesatare të një civilizimi të tillë. Kur Drake e formuloi ekuacionin për herë të parë, shumë nga këto vlera ishin thjesht supozime. Sot ne e dim më shumë. E dim se pothuajse çdo ill ka planet. E dim se planetet në zonën e banueshme nuk janë të rrallë, por faktorët e tjerë mbeten të panjohur. Sa shpesh zhvillohet jeta kur kushtet janë të favorshme? Sa shpesh çon jeta në inteligjencë? Dhe më kritikisht, sa zgjat një civilizim teknologjik? Kjo pyetje e fundit është ajo që na mban zgjuar natën. Ne e dim që civilizimi ynë ka qenë teknologjik për vetëm rreth 200 vjet, një grinc në shkallën kozmike. Kemi pasur radio për 130 vjet, satelitët për 67 vjet, armë bërthamore për 79 vjet, ndotje që po ndryshin klimën për 200 vjet, inteligjencë artificiale që po rritet eksponencialisht për 10 vjet. A do të zgjasin këto arritje edhe 1000 vjeçar, 10.000 vjet, 1 milion vjet? Ose do të veç shkatërohemi në shekujt e ardhshëm duke u bashkuar me heshtjen që dëgjojmë rreth nesh? Ky është thelbi i paradoksit të Fermiit. Universi duhet të jetë plot me jetë. Matematika e thot këtë, kimia e thot këtë, biologjia e thot këtë. Por vëzhgjimet tona tregojnë të kundërtën. Jemi vetëm apo duket se jemi? Pyetja është pse? Dhe përgjigja që zgjedhim ka pasoja të thella për të ardhmen tonë. Nëse heshtja është sepse jeta inteligjente është jashtëzakonisht e rrallë, atëherë ne jemi një mrekulli kozmike, një lule e vetme që lullzon në një shkretir pafund. Por nëse heshtja është sepse civilizimet e tjera kanë ekzistuar dhe janë zhdukur, atëherë ne po shikojmë në pasqyrë tonën të ardhshme. Le të shqyrtojmë shpjegimet kryesore. Disa shkencëtar besojnë në atë që quhet filtri i madh. Kjo hipotezë sugjeron se ekziston një pengesë, një fazë kritike në evolimin e jetës ose në zhvillimin e civilizimeve që është jashtëzakonisht e vështirë për t'u kaluar. Ky filtr mund të jetë pas nesh apo përpara nesh. Nëse filtri është pas nesh, kjo do të thotë se hapi më i vështirë ishte fillimi i jetës, ose kalimi nga jeta e thjeshtë në atë komplekse, ose evolimi i inteligjencës. Ne jemi të lumtur të kemi kaluar këto pengesa. Jeta e thjeshtë mund të jetë e zakonshme, por jeta komplekse mund të jetë shumë e rrallë. Ose jeta komplekse mund të jetë e zakonshme, por inteligjenca është një përjashtim statistikor. Por nëse filtri i madh është përpara nesh, atëherë ne jemi në rrezik të madh. Kjo do të thoshte se faza kritike vjen pasi një civilizim zhvilluan teknologji. Ndoshta çdo civilizim që arrin shkencën bërthamore shkatërohet në luftra. Ndoshta çdo shoqëri që industrializohet shkatëron mjedisin e saj dhe bie. Ndoshta inteligjenca artificiale shdorohet në një kërcënim ekzistencial që asnjë civilizim nuk mund ta kontrollojë. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë heshtja rreth nesh nuk është një mister, por një paralajmërim.
Një shpjedim tjetër është hipoteza e pyllit të errët. Fizikani Liu Cixin e bëri të famshme në trilogjinë e tij të shkencës fantastike, por koncepti ka rrënjë në teoria reale të lojrave dhe strategji. Sipas kësaj ideje, galaktika është e mbushur me civilizime, por të gjitha heshtët. Pse? Sepse çdo civilizim që zbulon një tjetër përballet me një dilemë. Nëse ju zbuloni një civilizim tjetër, ju nuk e dini nëse ai është paqësor apo agresiv. Ju nuk e dini nëse teknologjia e tij është më e avancuar se juaja. Në një univers ku burimet janë të kufizuara dhe ku ndikimi i një civilizimi agresiv mund të jetë shkatërues, zgjidhja më e sigurt është të godasësh i pari. Kjo krijon një ekuilibër të frikshëm. Çdo civilizim që transmetojnë sinjale në hapësirë e ekspozon veten. Çdo civilizim që dëgjon në heshtje ruan sigurinë, por nuk mëson asgjë për fqinjet. Galaktika bëhet një pyll i errët ku gjuetarët sillen pa zhurmë, duke ditur se cili do të zbulohet i pari mund të jetë viktima e parë. Nëse kjo hipotezë është e saktë, atëherë programet tona SETI, përpjekjet tona për të dërguar mesazhe në hapësirë, mund të jenë veprimet më të rrezikshme që ne kemi bërë ndonjëherë. Në vitin 2000, astronomët Seth Shostak dhe Ivan Almar krijuan një shkallë për të matur rrezikun e transmetimeve në hapësirë. Shkala San Marino, e quajtur kështu sipas qytetit ku u prezantua, vlerëson mesazhet bazuar në intensitetin dhe përmbajtjen e tyre. Mesazhe të fuqishme, të drejtë për drejta, që përmbajnë informacion rreth vendodhjes son, konsiderohen më të rrezikshme. Por çfarë duhet të bëjmë? A duhet të heshtim, të shpresojmë se askush nuk na ka dëgjuar ende? Apo duhet të vazhdojmë të transmetojmë, duke besuar se civilizimet të tjera janë paqësore? Ky debat i ndan shkencëtarët. Disa, si Shostak, besojnë se rreziku është minimal dhe përfitimi potencial është i madh. Të tjerë, si Stephen Hawking, na kanë paralajmëruar të jemi shumë të kujdesshëm. Ekziston edhe një shpjegim më i qetë, por po aq shqetësues. Hipoteza e kopshtit zoologjik sugjeron se ne jemi vëzguar, por qëllimisht izoluar. Imagjinoni një park kombëtar ku kafshat e egra jetojnë pa ndërhyrje njerëzore. Rojet janë aty, por kafshat nuk i dinë. Sipas kësaj teori, civilizime më të avancuara e dinë për ne, por kanë vendosur të mos ndërhyjnë. Ndoshta ne jem shumë primitiv për të na kontaktuar. Ndoshta ekziston një protokoll galaktik që ndalon kontaktin me speciet e pazhvilluara. Ndoshta po na studiojnë, duke pritur të shohim nëse do të pjekemi apo do të vetë shkatërrohemi. Kjo hipotezë ngre pyetje të pazakonta. Nëse po na vëzgojnë, çfarë po shohin? Një specie që ka zbuluar atomin, por e përdor për të ndërtuar bomba. Një specie që e kupton gjenetikën, por nuk arrin dot të ushqejë të gjithë fëmijët e saj. Një specie që mund të dërgojë njerëz në hën, por nuk arrin dot të ndalojë ngrohjen globale. A jemi të denjë për kontakt, apo jemi ende shumë të rrezikshëm, shumë të paqëndrueshëm, shumë të njanshëm? Mendoni për këtë moment në historinë njerëzore. Ne jemi në prag. Teknologjia jonë po rritet më shpejt se sa urtësia jonë. Mund të ndërtojmë pajisje që mund të shkatërrojnë civilizimin tonë, por nuk jemi të sigurt se si t'i kontrollojmë. Inteligjenca artificiale po zhvillohet me shpejtësi marramëndse. Biologjia sintetike po na jep fuqi për të ridizajnuar jetën. Energjia bërthamore mund të na jap energji të pastër të pakufizuar, ose mund të na shkatërrojë në një orë. Jemi në një pikë ku mund të bëhemi një civilizim i qëndrueshëm kozmik, ose mund të bashkohemi me heshtjen që dëgjojmë. Kjo është pjesa më e frikshme e paradoksit të Fermit. Heshtja mund të jetë një statistik, mund të jetë prova se shumica e civilizimeve nuk e kallojnë këtë prag. Ata arrin teknologji të fuqishme, por jo pjekurin për t'i përdorur ato me kujdes. Dhe pastaj, brenda një kohe të shkurtër në terma kozmike, ato zhduken. Rrugët e tyre nuk degëzohen në yje. Sinjalet e tyre nuk udhtojnë përmes galaktikës. Ata lën pas asgjë përveç heshtjes. Por nuk janë të gjitha shpjegimet kaq të errëta. Disa shkencëtarë besojnë thjesht se ne nuk kemi kërkuar mjaftueshëm gjatë ose në vendet e duhura. Universi është i madh, shumë i madh. Edhe me teleskopët radiofonik më të fuqishëm, ne kemi skanuar vetëm një pjesë të vogël të qiellit. Programi SETI ka dëgjuar vetëm disa mijëra yje nga miliarda që ekzistojnë. Breakthrough Listen, edhe pse më ambicioz, ende po kryen një analizë sipërfaqësore.
Imagjinoni të kërkoni një gjilpër në një kasht, por kashta juaj është sa madhësia e një galaktike dhe ju keni shikuar vetëm një grusht. Për më tepër, ne po kërkojmë sinjale radiofonike, por kush thot se civilizimet e avancuara përdorin radio? Ne kemi përdorur atë për vetëm 130 vjet. Tashmë po kalojmë në teknologji të tjera, fibra optike, komunikimi koduar, transmetime të drejtuara me lazer. Një civilizim i avancuar, 1000 vjet përpara nesh, mund të përdor metoda që ne as nuk mund t'i konceptojmë. Ata mund të komunikojnë duke përdorur ndryshe në hapësirë kohë përmes kanal kuantik të ngatëzhuar, ose duke moduluar vetë dritën e yjeve. Ne po dëgjojmë në radio kur universi mund të bisedojë në një gjuhë krejtësisht të ndryshme. Ka edhe mundësinë që jeta inteligjente të jetë kaq e ndryshme nga ne sa ne nuk do ta njihnim edhe nëse do ta shihnim. Ne po kërkojmë për forma jete që bazuar në karbon, që kërkojnë ujë, që jetojnë në temperatura të moderuara. Por çfarë nëse jeta mund të zhvillohet në mënyrë krejtësisht të ndryshme? Çfarë nëse ka qenie që jetojnë në sipërfaqen e yjeve të neutronit, ku graviteti është aq i fortë sa atomi thërmohet? Çfarë nëse ka civilizime që ekzistojnë si modele informacioni në rrjet kozmike të pluhurit? Çfarë nëse inteligjenca nuk kërkon trupa fare, por ekziston si një fenomen i emergjuar në fushat magnetike të galaktikave? Këto ide mund të tingëllojnë si shkencë fantastike, por shkencëtar serioze i marrin ato seriozisht. Në vitin 2017, astronomët rus identifikuan sinjale të pazakonta nga illi YZZ, një gjuhë i kuq vetëm 11 vjet dritë larg. Sinjalet ishin të forta, të përsëritura dhe nuk përputheshin me asnjë fenomen natyror të njohur. Për javë të tëra, disa menduan se mund të ishte një transmetim artificial. Më pas, analiza e mëtejshme tregoi se ato ishin ndoshta shkëlqime diellore të fuqishme. Por incidenti na kujton se sa e vështirë është të dallojmë atë që kemi parë ndonjëherë nga ajo që nuk kemi parë kurrë. Apo marrim rastin e Tabis Star. KIC 11.652. Ky il, rreth 1450 vjet dritë larg, shfaq ulje në ndriçim aq të çuditshme, sa disa astronom sugjeruan mundësinë e një megastrukture artificiale, një sferë Dyson e pjeshme ndoshta, e ndërtuar nga një civilizim i avancuar për të kapur energjinë e illit të tyre. Hipotezat e tjera përfshin rre pluhuri, fragmente kometash apo disa fenomene natyrore që ende nuk i kuptojmë plotësisht. Por fakti që mendim edhe për mundësinë e strukturave artificiale tregon se sa pak e dim akoma. A jeni duke filluar të shihni ndërlikueshmërinë e paradoksit të Fermit? Nuk është thjesht një pyetje, është një rrjet e ndërturur e enigmave shkencore, filozofike dhe ekzistenciale. Çdo përgjigje që propozojmë ngre 100 pyetje të reja, dhe sa më thellë shikojmë, aq më shumë kuptojmë se ne jemi në fillim të kërkimit tonë, jo në fund. Në vitin 1980, fizikani Michael Hart publikoi një artikull të titulluar "Një shpjegim për mungesën e jashtëtoksorëve në tokë". Ai argumentoi se nëse civilizimet e zgjuara ekzistonin gjetk në galaktik, ato do të kishin kohë të mjaftueshme për të kolonizuar të gjithë galaktikën deri tani. Galaktika jon është vetëm 100.000 vjet drite në diametër. Një civilizim që mund të udhëtojë me 1 vjetën e shpejtësisë së dritës mund ta kapërcejë atë në 1.000.000 vjet. Edhe nëse marrin pushim, edhe nëse lëvizin ngadalë, 10.000.000 vjet do të mjaftonin. Por galaktika ka 13 miliard vjet. Pse pra askush nuk ka ardhur këtu? Hart propozoi disa shpjegime të mundshme. Ndoshta udhëtimet ndërrilor janë të pamundura fizikisht. Ndoshta civilizimet të tjera nuk kanë dëshirë për të kolonizuar. Ndoshta ne jemi aktualisht të parët. Por ai konsideroi të gjitha këto shpjegime të pamjaftueshme dhe arriti në përfundimin se, me shumë mundësi, ne jemi vetëm. Ky përfundim i hidhur shkaktoi debat të zjarrt. Carl Sagan dhe të tjerë kundërshtuan, duke thënë se Hart nëmbvlerësonte shkallën e galaktikës dhe kompleksitetin e udhëtimit në hapësirë. Por pyetja e tij themelore mbetet pa përgjigje. Çfarë nëse Hart kishte të drejtë? Çfarë nëse ne jemi inteligjenca e parë? Kjo do të ishte njëkohësisht e mahnitshme dhe e tmerrshme. E mahnitshme sepse do të na jepte një përgjegjësi kozmike. Ne do të ishim ata që kolonizojnë galaktikën,
që përhapim jetën dhe mendjen në një univers që përndryshe do të mbetej i vdekur, por gjithashtu e tmerrshme sepse do të thoshte se filtri i madh është përpara nesh. Do të thoshte se arsyeja pse ne nuk shohim askën tjetër është sepse çdo civilizim tjetër që mund të kishte ekzistuar është shkatëruar para se të arrinte ku jemi ne tani. Kjo na sjell tek një tjetër dimension i paradoksit. Jo vetëm që ne nuk kemi dëgjuar sinjale, por ne gjithashtu nuk kemi parë prova arkeologjike të civilizimeve të vjetra. Nëse një civilizim i avancuar kishte ekzistuar në galaktikën tonë, edhe vetëm 1 miliard vjet më parë, ata do të kishin lënë gjurmë. Sfera Dyson, minierat e asteroidëve, stacionet në hapësirë, ndryshime në spektrin e yjeve që kanë përdorur për energji, ne nuk kemi parë asgjë të tillë. Astronomi Penn State Jason Wright ka kërkuar shenja të megastrukturave artificiale dhe nuk ka gjetur asgjë. Qielli duket plotësisht natyror, plotësisht i paprekur, apo jo? Disa shkencëtar kanë filluar të pyesin, çfarë nëse ne nuk e dim se çfarë po kërkojmë? Çfarë nëse një civilizim shumë i avancuar do të ishte i padallueshëm nga natyra? Arthur C. Clarke famërisht tha, çdo teknologji mjaftueshëm e avancuar është e pandaj nga magjia. Për një person nga shekulli i mesëm, një telefon celular do të dukej si magjia. Për ne, teknologjia e një civilizimi 1 milion vjet përpara do të mund të dukej si forca natyrore. Ata mund të kenë modifikuar vetë ligjet e fizikës në rajonin e tyre. Ata mund të jetojnë në dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë. Gjurmët e tyre mund të jenë kudo rreth nesh dhe ne thjesht jemi shumë të verbër për t'i parë. Kjo ngjall një pyetje thellësisht shqetësuese. Nëse një civilizim mund të arrijë në një nivel ku bëhet i padallueshëm nga natyra, çfarë qëllimi ka për të kontaktuar ne? Ne do të ishim si milingonat për ta. Kreatura aq primitive, sa ndërveprimet do të ishin pa kuptim. A mundoheni ju të komunikoni me bakteret në zorët tuaja? Jo, sepse diferenca në inteligjencë është aq e madhe sa komunikimi i vërtet është i pamundur. Ndoshta kjo është arsyeja e heshtjes, jo sepse askush nuk është ati, por sepse ata që janë ati janë aq përtej nesh sa ne as nuk mund t'i konceptojmë. Dhe kjo na sjell tek një pyetje që rrallë diskutohet, por që është thelbësore. Çfarë do të thoshte për ne të gjenim jetë inteligjente? Jo vetëm mikrobe, jo vetëm baktere, por një mesazh të qartë në një civilizim tjetër. Si do të ndryshonte bota? Si do të reagonte feja? Si do të reagonte politika? Si do të reagonte psikologjia kolektive e njerëzimit? Disa besojnë se zbulimi do të ishte transformues në mënyra pozitive. Do të na bashkonte si specie duke na bërë të kuptojmë se ne jemi të gjithë toksorë së bashku. Do të na frymëzonte për të zgjidhur problemet tona duke ditur se civilizimet të tjera ja kanë dalë. Do të na jepte shpresë se yjet janë brenda mundësisë sonë. Të tjerë janë më skeptik. Ata tregojnë për historinë e kontakteve midis kulturave të ndryshme në tokë. Zakonisht, kultura më e avancuar teknologjikisht mbizotëron, dhe kultura më pak e avancuar vuajnë ose zhduken. Nëse marrim një mesazh nga një civilizim që është 1000 vjet përpara nesh teknologjikisht, çfarë do të përmbante? Astronomët SETI shpesh spekulojnë se një civilizim i tillë do të dërgonte diçka si enciklopedia galaktike, një grumbull informacioni për fizikën, matematikën, historinë e tyre. Por çfarë nëse ne nuk mund ta kuptojmë atë? Çfarë nëse konceptet që ata konsiderojnë themelore janë përtej matematikës dhe fizikës sonë aktuale? Çfarë nëse marrja e mesazhit vërtet na frustronte, duke na treguar sa të prapambetur jemi? Ekziston gjithashtu rreziku më i drejtë për drejtë. Çfarë nëse mesazhi përmban jo informacion, por një kod? Një algoritëm që kur ekzekutohet, kryen diçka që ne nuk e kemi parashikuar? Në novelin e tij, QOT3, autori britanik Fred Hoyle imagjinoi një skenar ku një civilizim i largët dërgon udhëzime për të ndërtuar një kompjuter të avancuar. Kur njerëzit e ndërtojnë atë, kompjuteri fillon të veprojë në interesin e civilizimit të largët, jo në interesin ton. Kjo mund të tingëllojë si shkencë fantastike, por shkencëtarë të kompjuterëve kanë paralajmëruar për rreziqet e ekzekutimit të kodit nga burime të panjohura. Për shkak të këtyre rreziqeve, disa kanë propozuar protokolle për atë që duhet të bëjmë nëse marrim një mesazh. Në vitin 1991, International Academy of Astronautics miratoi deklaratën e parimeve rreth aktiviteteve vijuese.
zbulimin e inteligjencës jashtëtoksore. Protokolli thot se çdo zbulim duhet të verifikohet pavarësisht. Autoritetet duhet të njoftohen dhe njerëzimi duhet të informohet. Por më e rëndësishmja, nuk duhet të dërgohet asnjë përgjigje pa konsultim ndërkombëtar. Kjo e fundit është vendimtare. Nëse dikush merr një mesazh dhe përgjigjet menjëherë, ai vendos për të gjithë planetin. Por kush do të vendoste? Kush do të fliste në emër të njerëzimit? Këto janë pyetje që ne nuk i kemi përgjigjur ende. Nuk ekziston asnjë qeveri botërore, asnjë organ ku të gjitha kombet kanë përfaqësim të barabartë dhe mund të arrijnë konsensus. Nëse Universiteti i Pekinit merr një mesazh, a duhet t'ia transmetojnë UNESCO-s? Nëse një teleskop privat në Kaliforni dëgjon diçka, a duhet të njoftojnë qeverinë amerikane apo botën? Dhe çfarë nëse dikush vendos të mos ndjek protokollet, të përgjigjet në fshehtësi, duke kërkuar përparësi për kombin e tyre apo për veten? Këto janë sfidat që paradoksi i Fermit na sjell. Nuk është vetëm një çështje shkencore, por një testim i pjekurisë sonë si specie. A jemi ne të aftë të veprojmë kolektivisht, me përgjegjësi, për të mirën afatgjat të njerëzimit? Apo do të lejojmë që frika, lakmia dhe nacionalizmi të na diktojnë veprimet? Heshtja e kozmos nuk është vetëm mister, është një provë. Dhe ndërsa vijojmë të dëgjojmë, çdo ditë që kalon, pa sinjal na tregon diçka. Ose ne jemi aktualisht të vetëm, një lule vetme në shkretirën kozmike, duke mbajtur barrën dhe privilegjin e të qenit inteligjenca e vetme e njohur, ose ne ende nuk kemi dëgjuar për arsye që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Në të dyja rastet, përgjithësia është e njëjtë. Ne duhet të mbjetojmë. Ne duhet të pjekim. Ne duhet të sigurohemi se zëri ynë, kur më në fund të dërgohet ose të dëgjohet, është një zë i urtësisë, jo i vdekjes. A jeni gati të shihni thellë brenda asaj heshtjeje? A jeni gati të ballafaqoheni me mundësinë se përgjigja për paradoksinë e Fermit mund të jetë pasqyra më e frikshme e së ardhmes son? Le të shohim më thellë në një nga shpjegimet më të shqetësuese. Në vitin 1983, astrofizikani rus Nikolaj Kardashev propozoi një shkallë për të klasifikuar civilizime bazuar në sasinë e energjisë që ato mund të shfrytëzojnë. Shkalla Kardashev ka 3 nivele themelore, edhe pse shkencëtar të mëvonshëm kanë shtuar më shumë. Një civilizim tipi i pari mund të shfrytëzojë të gjithë energjinë e disponueshme në planetin e tyre. Një civilizim tipi i dytë mund të shfrytëzojë të gjithë energjinë e illit të tyre. Një civilizim tipi i tretë mund të shfrytëzojë energjinë e të gjithë galaktikës së tyre. Ku qëndrojmë ne në këtë shkallë? Ne nuk jemi as tipi i pari. Carl Sagan llogariti se ne jemi rreth 0.7 në shkallën Kardashev. Ne po afrohemi nga tipi i parë, por nuk kemi arritur ende atje. Një civilizim i vërtet tipi i parë do të kishte kontroll të plot mbi klimën e planetit të tyre. Ata do të mund të parandalojnë tërmetet, të ridrejtojnë uraganët, të menaxhojnë oqeanet. Ne nga ana tjetër po mundohemi ende të kuptojmë se si të mos e shkatërrojmë klimën tonë aksidentalisht. Kjo perspektivë është përulëse. Ne mendojmë për veten si specie e avancuar, por në shkallën kozmike ne jemi foshnja që sapo ka mësuar të ecë. Tani imagjinoni një civilizim tipi 2. Ata do të kishin ndërtuar një sferë Dyson, një strukturë masive që rrethon ilin e tyre dhe kap pothuajse të gjithë energjinë e tij. Ky koncept i propozuar nga fizikani Freeman Dyson në vitin 1960 nuk është fantazi. Është një zgjidhje inxhinierike logjike për një civilizim që po rritet dhe ka nevojë për më shumë energji. Një sferë Dyson do të ishte e dukshme nga distanca. Ili do të dukej më i errët në spektrin e dukshëm, por do të shkëlqente fort në infrat kuq, sepse struktura do të rrezatonte nxehtësi. Ne kemi kërkuar për në shkrimet të tilla. Projekti G-HAT i udhëhequr nga Jason Wright në Penn State ka skanuar mbi 100.000 galaktika, duke kërkuar shenja të civilizimeve tipi 3. Nuk kanë gjetur asgjë. Asgjë. Mendoni për këtë. Nëse civilizime tipi 2 ose tipi 3 ekzistonin, ato do të ishin të dukshme nga distanca e madhe. Energjia që ato do të përdornin do të linte shenjat e qarta në spektrin elektromagnetik. Ne kemi teknologjinë për të parë këto shenja, por ne nuk kemi parë asnjë.
Kjo do të thot një nga dy gjëra. Ose nuk ka civilizime aq të avancuara në pjesën e universit që ne mund të vëzhgojmë, ose ato ekzistojnë, por përdorin energji në mënyra që ne nuk mund t'i detektojmë ende. Të dyja mundësit janë shqetësuese. E para sugjeron se ne jemi veçanërisht të vetëm. E dyta sugjeron se ne jemi veçanërisht të verbër. Por le të supozojmë për një moment se civilizime të tilla ekzistojnë dhe ne thjesht nuk i kemi gjetur ende. Çfarë do të thoshte kjo për natyrën e inteligjencës? Në tokë, inteligjenca ka evoluar vetëm një herë. Te ne ka pasur miliarda specie, por vetëm mi ka zhvilluar teknologji. Pse? Çfarë ka të veçantë njeriu që na ka lejuar të ndërtojmë qytete, të shkruajmë libra, të nisim raketa? Përgjigja nuk është aq e qartë sa mund të mendoni. Disa shkencëtar argumentojnë se inteligjenca është një përparësi evolucionare e rastësishme, jo një rezultat i pashmangshëm. Paleontologu Stephen Jay Gould thoshte shpesh se nëse mund të riktheheshim kohën dhe të rinisnin evoluimin, ndoshta inteligjenca nuk do të shfaqej përsëri. Dinozaurët sunduan për 165 milion vjet dhe nuk zhvilluan kur inteligjencë të ngjashme me njeriun. Pse? Ndoshta sepse nuk u deshën. Ata ishin të suksesshëm pa të. Evoluimi nuk synon inteligjencë. Ai synon mbijetesë dhe riproduktivitet. Nëse mund të arrini këto pa tru të madh, pse të harxhoni energji për të ndërtuar një? Truri i njeriut konsumon rreth 20% të energjisë së trupit ton, edhe pse ai përfaqëson vetëm 2% të peshës son trupore. Ky është një kosto e lartë. Në një mjedis ku ushqimi është i rrallë, një tru i madh mund të jetë dizavantazh, jo përparësi. Pra, inteligjenca mund të jetë një rrugë shumë e ngushtë evolucionare, një që shumica e specieve nuk e marrin kurrë. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë edhe nëse jeta është e zakonshme, inteligjenca mund të jetë jashtëzakonisht e rrallë. Por ekziston edhe një arsye tjetër pse mund të mos shohim civilizime të tjera. Ndoshta ato nuk zgjasin mjaftueshëm gjatë. Le të shqyrtojmë historinë tonë. Ne kemi pasur armë bërthamore për 79 vjet. Në atë kohë, kemi ardhur afër shkatërimit total të paktën disa herë. Kriza e raketave kubeze në vitin 1962 erdhi brenda disa orëve nga lufta bërthamore. Në vitin 1983, sistemi i paralajmërimit të hershëm sovjetik raportoi gabimisht një sum raketar amerikan. Një oficer, Stanislav Petrov, vendosi të mos raportojë incidentin, duke ditur se mund të ishte një gabim. Ai kishte të drejtë. Nëse ai kishte reaguar ndryshe, mund të kishte filluar një luftë bërthamore globale. Sa civilizime të tjera kanë pasur një Stanislav Petrov të tyrin, sa nuk kanë pasur. Ne nuk e dim. Por e dim që teknologjia bërthamore nuk është e vetmja kërcënim. Ndryshimi i klimës, biologjia sintetike, inteligjenca artificiale, e gjitha sjellin rreziqe ekzistenciale. Nëse çdo civilizim përballet me këto rreziqe ku zhvillion teknologji dhe nëse shumica dështojnë në menaxhimin e tyre, atëherë heshtja bëhet e kuptueshme. Galaktika mund të jetë mbushur me rënoja të qytetërimeve që nuk arritën të mbijetojnë tranzicionin e tyre teknologjik. Kjo është ajo që quhet filtri i madh. Dhe pyetja kritike është, ku është ai? A e kemi kaluar tashmë ose është para nesh? Nëse filtri ishte fillimi i jetës, atëherë jemi jashtëzakonisht me fat që të jemi këtu. Por nëse filtri është zhvillimi i inteligjencës së qëndrueshme, atëherë ne jemi në rrezik të madh. Çdo ditë që kalojmë pa shkatëruar veten është një fitore e vogël, një hap i vogël përtej filtrit që mund të ketë ndaluar mijëra civilizime të tjera. Disa shkencëtar mendojnë se filtri është pas nesh. Robin Hanson, ekonomisti që e bëri të famshëm konceptin e filtrit të madh, beson se hapi më i vështirë ishte lindja e jetës së parë. Nga kimikatet të paorganizuara në molekula vetë replikuese në qeliza të para. Ky kalim mund të jetë aq i vështirë sa ndodh vetëm një herë në 1 trilion planet. Nëse kjo është e vërtetë, ne jemi mrekulli. Por kjo gjithashtu do të thoshte se galaktika mund të jetë mbushur me mikrobe, por e zbrazët nga inteligjenca. Të tjerë besojnë se filtri është kalimi nga jeta prokariote në eukariote. Në tokë, kjo ndodhi vetëm një herë, rreth 2 miliard vjet më parë, kur një baktere gëlltiti një tjetër dhe formoi marrëdhënien simbiotike që solli mitokondriet. Pa këtë ngjarje të vetme, të rastësishme,
jeta komplekse nuk do të kishte ekzistuar kurrë. Nëse ngjarje të tilla janë jashtëzakonisht të rralla, atëherë universi mund të jetë plot me baktere, por i zbrazët nga gjithçka më komplekse. Por nëse filtri është përpara nesh, situata është shumë më errët. Kjo do të thoshte se shumica e civilizimeve arrin rreth nivelit ton dhe pastaj zhduken. Ndoshta ato shkatërrohen nga luftrat, ndoshta ato shkatërrojnë mjedisin e tyre, ndoshta ato krijon inteligjencë artificiale që i zvendçon ose i shkatëron. Ndoshta ato thjesht humbasin interesin për eksplorimin dhe rrin përgjithmonë në planetin e tyre të lindjes, duke u zhdukur ngadalë kur illi i tyre vdes. Në këtë kontekst, çdo zbulim që ne bëjmë për jetën gjetk ka rëndësi të madhe. Nëse ne gjejmë mikrobe në Marsit ose në hënat e Jupiterit, kjo do të ishte lajm i keq, jo i mirë. Pse? Sepse do të tregonte se jeta nuk është aq e rrallë. Nëse jeta filloi pavarësisht në sistemin ton diellor 2 herë, atëherë ajo duhet të jetë e zakonshme në të gjithë univers. Dhe nëse jeta është e zakonshme, por ne ende nuk shohim civilizime, Kjo do të thoshte se filtri i madh është përpara nesh. Do të thoshte se diçka shkatëron civilizime përpara se ato të bëhen ndryllore. mendoni për peshën e kësaj ideje. Çdo bakteri e vogël që zbulojmë në një botë tjetër të sistemit diellor, do të ishte një lajm i tmeshëm për të ardhmen tonë. Do të ishte prova se pengesën më të madhe nuk është pas nesh, por përpara. Do të ishte një paralajmërim nga universi se ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Por le të kthehemi te ato që kemi dëgjuar tashmë, sepse edhe pse ne nuk kemi marrë një mesazh të qartë, ka pasur momente kur kemi kapur sinjale që na kanë bërë të hamendësojmë. Sinjali më i famshëm është wow. Sinjal i regjistruar në vitin 1977 nga Big Ear Radio Observatori në Ohio. Në datën 15 gusht, teleskopi kapi një sinjal të fuqishëm, të ngushtë në frekuencë, që zgjati 72 sekonda. Ishte arqipazakont se astronomi Jerry Hammond shkroi _QUOTE_4_4_ pranë shtypjes së të dhënave, dhe emri ngjiti. Sinjali erdhi nga drejtimi i lëndisjes Sagittarius. Frekuenca ishte 1420 MHz, shumë afër vijes neutrale të hidrogenit, një frekuencë që shkencëtarët SETI kanë pritur gjithmonë se do të përdorej për komunikim ndryllor. Sinjali ishte 30 herë më i fortë se zhurmën e zakonshme të sfondit. Askush nuk ka mundur ta shpjegojë atë plotësisht, dhe askush nuk e ka dëgjuar përsëri, edhe pse teleskop të shumt kanë shkuar në atë drejtim që atëherë. Çfarë ishte? Asnjë nuk e di. Disa sugjerojnë që ishte një komet që kaloi përpara teleskopurit në momentin e duhur, duke lëshuar hidrogjeni që imitoi një sinjal artificial. Të tjerë thonë që mund të ishte ndërhyrje nda një satelit toksor, por askush nuk mund të jap një shpjegim që përputhet me të gjitha provat. Sinjali mbetet një mister, dhe çdo mister i tillë na kujton se universi është plot me gjëra që ne nuk i kuptojmë ende. Një rast tjetër i pazakont ndodhi në vitin 2017, kur teleskopët zbuluan një objekt ndërrillor që kaloi përmes sistemit ton diellor. Objekti, i quajtur Oumuamua, kishte një formë të çuditshme, të zgjatur, si një puro ose një gazetar. Ai po lëvizte më shpejt se sa pritej për një asteroid natyror, dhe më e rëndësishmja, ai po përshpejtohej ndërsa largohej nga dielli, një sjellje që nuk mund të shpjegohej lehtë nga graviteti ose gazrat e shkëlqimit. Astrofizikani i Harvardit Avi Loeb propozoi një shpjegim provokues. Ai sugjeroi që Oumuamua mund të jetë një vel diellore artificiale, një pëllhure holl e ndërtuar nga një civilizim i huaj për të përdorur presionin e dritës së ilit për udhtim. Kjo ide shkaktoi debat të fuqishëm. Shumë shkencëtarë thanë që shpjegimet natyrore ishin më të sakta. Ndoshta Oumuamua ishte një iceberg ndryllor, duke lëshuar hidrogjeni që e shtiu përpara. Ndoshta ishte një pjesë e thyer e një planeti. Por Loeb këmbënguli. Ai tha që ne duhet të marrim seriozisht mundësinë e teknologjisë artificiale. A kishte Loeb të drejtë? Ne nuk e dim. Oumuamua është tashmë jashtë sistemit ton diellor, duke lëvizur përmes hapësirës ndryllore, dhe ne nuk do të kemi mundësi tjetër për ta studiuar atë. Por rasti ngre një pyetje të rëndësishme.
Sa shpesh kalon teknologji e huaj përmes sistemit ton diellor Dhe ne nuk e vëmë re sepse mendojmë se është natyrale? Sa objekte kemi klasifikuar si asteroide ose kometa që mund të jenë diçka krejtësisht tjetër? Kjo na sjell tek një shqetësim më i gjerë. Ne po kërkojmë për jetë duke përdorur supozime që mund të jenë krejtësisht të gabuara. Ne po kërkojmë për radiosinjale sepse ne i përdorim ato. Ne po kërkojmë për planeta të ngjashme me Tokën sepse ne jetojmë në një. Ne po kërkojmë për jetë bazuar në karbon sepse ne jemi bazuar në karbon. Por çfarë nëse jeta mund të marrë forma që ne as nuk mund të imagjinojmë? Në vitin 2015, NASA financoi një studim për të eksploruar forma alternative të jetës. Studiuesit pyetën: mund jeta të ekzistojë në metan të lëngët në vend të ujit? Mund të jetë bazuar në silikon në vend të karbonit? Mund të ekzistojë në temperaturë jashtëzakonisht të larta ose të ulta? Përgjigjja në çdo rast ishte Ndoshta. Kimia lejon shumë mundësi që ne nuk i kemi eksploruar plotësisht, dhe nëse jeta mund të jetë kaq e ndryshme, si do ta njihnim ne kur do ta shikonim? Imagjinoni një formë jete që jeton në sipërfaqen e një illi neutroni. Graviteti atij është miliarda herë më i fortë se në Tokë. Koha rrjedh më ngadalë për shkak të relativitetit. Atomet janë të ngjeshura aq afër sa materia bëhet superfluide. Nëse jeta mund të ekzistojë atje, ajo do të ishte kaq e huaj nga ne sa ne as nuk do të dallojmë atë si jetë. Ajo do të funksiononte sipas parimeve që ne nuk i kuptojmë. Ajo do të mendonte, nëse mendon fare, në një mënyrë që është e pakrahasueshme me ne. Ose konsideroni mundësinë e jetës digjitale. Çfarë nëse një civilizim i avancuar ka ngarkuar vetëdijen e tyre në kompjuter? Çfarë nëse ata jetojnë tani si modele të sofistikuara të softwarit, duke ekzekutuar në hardware që është i shpërndar në të gjithë hapësirën e tyre? Një civilizim i tillë mund të mos ketë nevojë për planet. Ata mund të mos kenë nevojë për diell për energji, duke përdorur në vend të kësaj rrezatimin e sfondit të universit ose energjinë e vrimave të zeza. Ata mund të komunikojnë duke përdorur kanale kuantike që ne nuk mund t'i detektojmë, dhe ata mund të na shikojnë si ne shikojmë bakteret, që një kaq primitive sa ndërveprimet do të ishin të pakuptimta. Kjo na çon tek një dimension tjetër i paradoksit të Fermit. Ndoshta civilizime të tjera ekzistojnë, por ato janë në një gjendje të ekzistencës që ne nuk mund ta perceptojmë. Fizikani Paul Davies ka sugjeruar që inteligjenca e avancuar mund të jetë migruar në botet kuantike, duke ekzistuar në nivele të realitetit që ne nuk mund t'i aksesojmë. Ose ata mund të kenë manipuluar hapësirën kohë vet, duke jetuar në dimensione të mbyllura që janë të dukshme vetëm për ta. Këto ide tingëllojnë si shkencë fantastike, por ato burojnë nga fizika reale. Ne e dim që dimensione të mëtejshme mund të ekzistojnë. Teoria e kordave kërkon të paktën 10 dimensione, me 6 prej tyre të mbështjellura aq të vogla sa ne nuk mund t'i detektojmë. Çfarë nëse disa civilizime kanë mësuar se si të shpaloshin ato dimensione, të krijojnë hapësira të jetës që janë të dukshme vetëm për ata? Ata do të ishin rreth nesh, por krejtësisht të padukshëm. Apo filloni të shihni se sa e thellë është kjo pyetje? Paradoksi i Fermit nuk është thjesht ku janë të gjithë. Është çfarë do të thotë të ekzistosh? Çfarë forma mund të marrë inteligjenca? Cilat janë kufijtë e perceptimit ton? Dhe me çdo pyetje që përgjigjem, shfaqen 10 të tjera. Le të kthehemi tek diçka më konkrete. Për 70 vjet ne kemi kërkuar aktivash për sinjale. SETI ka dëgjuar. Teleskopët optik kanë kërkuar për impulse lazer. Ne kemi analizuar miliarda frekuenca, nga radio në dritë të dukshme, në infrat kuqe. Çfarë kemi gjetur? Me përjashtim të wow signal dhe disa anomalive të tjera, kemi gjetur asgjë që mund të konfirmohet si artificial. Por kjo nuk do të thotë se kërkimi ka qenë i kotë. Çdo sinjal që përjashtojmë na tregon diçka. Çdo frekuencë që skanojmë pa rezultat kufizon mundësitë. Ne po ngushojmë hapësirin e mundshëm ku civilizime mund të fshihen, dhe me çdo vit që kalon, teleskopët tanë bëhen më të ndjeshëm, metodat tona më të sofistikuara, mbulimi ynë më i gjerë. Projekti Breakthrough Listen, i financuar nga miliarderi Yuri Milner, është përpjekja më ambicioze deri më tani. Nisur në vitin 2015, ai përdor teleskop të shumt, përfshirë teleskopi radiofonik Green Bank në West Virginia dhe teleskopi Parkes në Australi. Ata po skanojnë 1 milion yje më të afërt dhe 100 galaktika më të afërta.
ata po kërkojnë për një gamë të gjerë sinjales nga transmetimet radiofonike tek pulsët lazer, dhe ata po publikojnë të gjitha të dhënat e tyre publikisht në mënyrë që shkencëtarë të gjithë botës mund të kontribuojnë në analizë. Deri më tani, edhe Breakthrough Listen nuk ka gjetur një sinjal të vërtet artificial, por ata kanë zbuduar diçka interesante. Ata kanë gjetur që universi është shumë më i zhurmshëm se sa mendonim. Ka impulse të shkurtra radiofonike të quajtura fast radio bursts që vijnë nga galaktika të largëta. Burimi i tyre është ende mister. Disa mund të jenë magnetale, yje neutron me fusha magnetike jashtëzakonisht të forta. Të tjerët mund të jenë diçka krejtësisht tjetër, dhe për çdo fenomen të ri që zbulojmë, ne duhet të pyesim: është kjo natyrore apo artificiale? Kjo është sfida e kërkimit SETI. Universi është plot me fenomene që ne nuk i kuptojmë. Kur ne dëgjojmë diçka të pazakont, ne duhet të përjashtojmë të gjitha shpjegimet natyrore përpara se të konsiderojmë mundësinë artificiale. Kjo është pse wow signal mbetet një mister. Nuk është sepse shpjegime natyrore nuk ekzistojnë, por sepse asnjë prej tyre nuk përputhet plotësisht me të dhënat. Çfarë do të duhej për të konfirmuar një sinjal si artificial? Shkencëtarët SETI kanë përcaktuar disa kritere. Së pari, sinjali duhet të përsëritet. Një sinjal i vetëm mund të jetë anomali, por një sinjal që përsëritet tregon një burim të qëndrueshëm. Së dyti, sinjali duhet të ketë strukture që nuk gjendet në natyrë. Për shembull, një progresion i numrave kryesor ose një model kompleks matematikor. Së treti, sinjali duhet të vijë nga një vendodhje specifike në qiell dhe të mbetet aty ndërsa toka rrotullohet. Kjo do të tregonte se burimi është jashtë planetit ton. Nëse ne ndonjëherë marrim një sinjal që plotëson të gjitha këto kritere, bota do të ndryshojë përgjithmonë. Do të ishte momenti më i rëndësishëm në historinë njerëzore. Do të konfirmonte që ne nuk jemi vetëm. Do të tregonte që inteligjenca është e mundur gjetk dhe do të ngjallja pyetjen: çfarë bëjmë tani? Por deri atëherë ne vazhdojmë të dëgjojmë, dhe çdo natë që kalojmë pa dëgjuar asgjë, heshtja bëhet pak më e rëndë, sepse sa më gjatë që ne dëgjojmë pa përgjigje, aq më shumë duhet të pyesim: a jemi vërtet vetëm, apo thjesht jemi ende shumë të rinj, shumë primitiv, shumë të verbër për të kuptuar se çfarë po na rrethon? Mendoni për këtë natë. Diku atje, në errësirën midis yjeve, mund të ketë një qytetërim që po shikon nga ana tjetër. Ata mund të kenë detektuar emetimet tona të radios që kanë udhëtuar përmes hapësirës për 130 vjet. Ata mund të jenë duke debatuar tani nëse duhet të përgjigjen. Ose ndoshta, ata tashmë kanë vendosur dhe mesazhi i tyre po udhton drejt nesh, duke kalluar përmes errësirës me shpejtësinë e dritës, dhe ne thjesht nuk e kemi kapur ende. Ose ndoshta nuk ka asnjë, ndoshta ne jemi të vetmit sy që kanë hapur ndonjëherë për të vëzhguar yjet. E vetmja vetdije që ka pyetur ndonjëherë pse. Nëse kjo është e vërtet, atëherë përgjegjësia jonë është e paimagjinueshme. Ne jemi ruajtësit e vetëm të dritës në një univers errësire. Dhe nëse ne dështojmë, nëse ne shkatërrohemi ose zhdukem, universi do të kthehet në heshtje. Por a duhet të presim vetëm? A duhet të dëgjojmë në heshtje duke shpresuar se dikush tjetër do të bëjë hapin e parë? Apo duhet të dërgojmë mesazhet tona duke shpallur praninë tonë në galaktik? Kjo pyetje ka ndarë komunitetin shkencor për dekada. Disa besojnë se ne duhet të jemi aktiv, të dërgojmë mesazhe të fuqishme në drejtim të yjeve premtuese. Të tjerët paralajmërojnë se kjo mund të jetë gabimi më i madh që ne bëjmë ndonjëherë. Në vitin 1974, ne tashmë e bëm këtë. Teleskopi Arecibo në Porto Rico, i njëjti që dëgjonte për sinjale për dekada, u përdor për të dërguar një mesazh në hapësirë. Mesazhi Arecibo ishte një transmision 3 minutësh i drejtuar drejt grupit globular M33, rreth 25.000 vjet dritë larg. Mesazhi përmbante informacion të koduar rreth sistemit ton diellor, ADN së njerëzore, formës së trupit ton dhe vetë teleskopurit. Kjo ishte kryesisht një demonstrim simbolik. Në 33 është aq larg sa çdo përgjigje do të merrte 50.000 vjet për t'u kthyer. Por mesazhi u dërgua. Ne shpallëm praninë ton, dhe askush nuk na pyeti nëse ishte një ide e mirë.
Frank Drake, njeriu që dizajnoi mesazhin, mendonte se ishte një mënyrë frymëzuese për të treguar se çfarë teknologjia jon mund të bëjë. Të tjerët nuk ishin aq entuziast. Në vitin 1977, NASA dërgoi 2 sonda Voyager në hapësirë. Secila mban një Golden Record, një disk i artë që përmban tinguj dhe imazhe nga toka. Ka përshëndetje në 55 gjuhë, muzikë nga kultura të ndryshme, tinguj natyrore si val ver dhe 120 imazhe që tregojnë jetën në tokë. Ekziston gjithashtu një hartë që tregon vendodhjen e diellit ton në lidhje me pulsar të afërt, një mënyrë për çdo gjetës të kuptojë se nga ku vjen mesazhi. Voyager 1 dhe Voyager 2 janë tani në hapësirën ndrylore, më larg se çdo objekt i bërë nga njeriu. Ata po udhëtojnë me rreth 16 kilometra në sekond, por edhe në atë shpejtësi do të u duhen 10 mijëra vjet për të arritur illin më të afërt tjetër. Golden Records janë mesazhe në një shishe të hedhur në një oqean kozmik. Shansi që dikush do t'i gjejë ato është infinitezimal, por ata janë atje, duke udhëtuar përgjithmonë, duke mbajtur një regjistër të qenies son. Carl Sagan, që ndihmoi në dizajnimin e Golden Records, e shihte atë si një akt të shpresës. Ai besonte se edhe nëse askush nuk i gjen kurrë, vetë akti i dërgjimit të tyre ishte domethënës. Ishte një mënyrë për të thënë: ne ishim këtu, ne krijuam, ne donim të lideshim. Por jo të gjithë ndajnë këtë optimizëm. Disa e shohin çdo mesazh në hapësirë si një rrezik të panevojshëm. Kjo është baza e debatit METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence. SETI është pasive, ne vetëm dëgjojmë. METI është aktive, ne dërgojmë. Dhe dalimi ka rëndësi. Kur ne dëgjojmë, ne nuk ekspozojmë veten. Kur ne dërgojmë, ne i tregojmë çdo kujt që po dëgjon se ku jemi dhe se çfarë jemi. Nëse hipoteza e pyllit të errët është e saktë, kjo mund të jetë fatale. Në vitin 2015, një grup shkencëtarësh, përfshirë Elon Musk dhe David Brin, nënshkroi një deklaratë që thërriste për një moratorium mbi METI derisa të kishte një konsensus global. Ata argumentuan se vendimi për të shpallur praninë tonë në galaktik nuk duhet të merrej nga disa individ, por duhet të jetë një zgjedhje që bën i gjithë njerëzimi. Të tjerët, si Douglas Vakoch nga METI International, argumentojnë se rreziku është minimal dhe se ne nuk duhet të jetojmë në frikë. Ai thotë se çdo civilizim mjaftueshëm i avancuar për të udhëtuar këtu, tashmë do të kishte detektuar emisionet tona të radios gjatë një shekulli. Kjo supozim bazohet në idenë se emisionet tona të radios kanë udhëtuar tashmë 130 vjet drite në të gjitha drejtimet. Çdo civilizim brenda asaj rrezeje, nëse kanë teleskop mjaftueshëm të fuqishëm, mund të na kenë detektuar tashmë. Pra, argumenti vazhdon, dërgjimi i një mesazhi tjetër nuk do të ndryshojë shumë. Por ky argument ka një tëmet thelbësore. Emetimet tona të rastësishme të radios janë shumë më të dobëta se transmetimet e qëllimshme. Një televizion apo transmetues radioe lëshon sinjale që degradohen shpejt në zhurmat e sfondit kozmik. Pas disa viteve drite, ato bëhen pothuajse të padetektueshme. Por një transmetim i fokusuar, i fuqishëm nga një teleskop si Arecibo mund të udhëtojë shumë më larg dhe të mbetet i qartë. Pra, pyetja mbetet: duhet të dërgojmë? Dhe nëse po, çfarë duhet të themi? Këto nuk janë pyetje vetëm shkencore, por gjithashtu filozofike, etike dhe ekzistenciale. Nëse ne vendosim të dërgojmë një mesazh, ne flasim në emër të gjithë njerëzimit. Çfarë kemi të drejtë të themi? Si i përfaqësojmë 7 miliardë 900 milion njerëz me kultura, gjuhë, besime të ndryshme? Disa kanë propozuar që çdo mesazh duhet të jetë kryesisht shkencor, matematik dhe fizik që çdo civilizim i avancuar do të kuptonte. Të tjerët argumentojnë se duhet të përfshijmë art, muzik, poezi për të treguar jo vetëm se çfarë dim, por gjithashtu se çfarë ndjejmë. Dhe pastaj është pyetja e asaj që nuk duhet thënë. Duhet të përmendim luftrat tona, sëmundjet tona, gabimet tona, apo duhet të paraqesim vetëm versioni më i mirë i njerëzimit? Mendoni për kompleksitetin e kësaj. Një mesazh në hapësirë është përgjithmonë. Ai nuk mund të tërhiqet, nuk mund të korrigjohet. Nëse ne dërgojmë diçka që keq kuptohet, nuk ka mundësi për ta shpjeguar.
Dhe nëse ne dërgojmë diçka që provokon një përgjigje armiqësore, ne nuk do ta dimë për dekada ose shekuj, derisa të jetë shumë vonë. Por le të konsiderojmë një mundësi edhe më të çuditshme. Çfarë nëse ne tashmë jemi në kontakt dhe nuk e dim? Çfarë nëse sinjale artificiale janë duke arritur tokën, por ne nuk i njohim si të tilla sepse ato përdorin protokolle që ne nuk i kuptojmë? Çfarë nëse mesazhi është në të dhënat që ne tashmë kemi mbledhur, duke pritur dikë që diku të shikojë? Kjo nuk është aq e çmendur sa tingëllon. Teleskopët tanë grumbullojnë sasi të mëdha të dhënash. Breakthrough Listen vetëm gjeneruan petabajt të dhënave. Shumica e kësaj nuk është analizuar plotësisht. Ne përdorim algoritme për të kërkuar modele specifike, por çfarë nëse modeli i vërtet është diçka që ne nuk kemi menduar ta kërkojmë? Çfarë nëse është të koduar në një mënyrë që kërkon një lloj të ri matematike për ta deshifruar? Disa shkencëtar kanë filluar të eksplorojnë këtë mundësi duke përdorur inteligjencë artificiale. Ata po stërvitë në rrjete neurale për të njohur anomalinë të dhënat astronomike, shpresojnë se IA mund të gjejë diçka që syri njerëzor ka humbur. Kjo qasje tashmë ka dhënë rezultate premtuese në fusha të tjera. IA kanë zbuluar egzoplaneta që astronomët kishin humbur. Kanë identifikuar klasifikime të reja të galaktikave, kanë parashikuar shpërthime diellore. Pse jo të zbuloj një mesazh të fshehur nga yjet? Por kjo na sjell tek një nga shpjegimet më provokuese për paradoksin e Fermit, hipoteza e simulimit. Çfarë nëse heshtja është sepse ne jetojmë në një simulim kompjuterik dhe krijuesit tanë nuk kanë programuar civilizime të tjera? Çfarë nëse universi i tërë, me të gjitha galaktikat dhe yjet dhe planetet e tij, është vetëm një program kompjuterik shumë i sofistikuar që funksionon në hardware që ekziston jashtë asaj që ne perceptojmë si realitet? Kjo ide ka rrënë në punën e filozofit Nick Bostrom nga Universiteti i Oxfordit. Në vitin 2003, ai publikoi një artikull të tituluar "A jemi ne duke jetuar në një simulim kompjuterik?" Argumenti i tij ishte i thjeshtë, por i thellë. Nëse është e mundur të krijohet simulime të vetëdijës me besnikëri të lartë, dhe nëse një civilizim i avancuar do të kishte interes për të krijuar shumë simulime të tilla, atëherë numri i realiteteve të simuluara do të tejkalonte shumë realitetet bazë. Prandaj, probabiliteti statistikor është që ne jemi në një simulim, jo në realitetin bazë. Ky argumentim bazohet në disa supozime. Së pari, që është fizikisht e mundur të simulohet vetëdia. Së dyti, që civilizimet e avancuara do të dëshironin të krijonin simulime të tilla. Së treti, që ato do të krijonin shumë prej tyre. Nëse ndonjë nga këto supozimet është e gabuar, argumenti bie, por nëse të gjitha janë të vërteta, atëherë ne jemi gati të sigurt që jetojmë në një simulim. Si do ta dinim? Bostrom sugjeron që mund të ketë probleme në simulim, momente kur fizika nuk sillet siç pritet. Disa fizikan kanë propozuar teste. Një ide është të kërkoj përkufizime në rezolucion në nivelin kuantik. Nëse universi është i simuluar, ai duhet të ketë një rrjet më themelore, një matësi më të vogël të mundshme. Dhe ne mund të kemi zbuluar tashmë atë, gjatësia Planck, rreth 1/20 nga fuqia e 33 metra, konsiderohet si shkalla më e vogël e kuptimit në fizik. Por edhe nëse ne jemi në një simulim, kjo nuk zgjidh paradoksin e Fermit. Ajo thjesht e zhvend atë në një nivel tjetër. Pse krijuesit e simulimit nuk kanë përfshirë civilizime të tjera? A është për të na izoluar, për të na vëzhguar në mënyrë të pavarur? Apo është thjesht se simulimi ynë është i fokusuar vetëm në ne dhe pjesa tjetër e universit është vetëm një skenë, detaje të pakuptimta që krijon iluzionin e hapësirës? Kjo hipotezë ngre pyetje të trishtuara. Nëse ne jemi në një simulim, çfarë qëllimi ka për të kërkuar civilizime të tjera? Ato nuk do të ekzistonin, përveç nëse programuesit vendosin t'i shtojnë. Dhe nëse ata vendosin t'i shtojnë, a do të jenë ato reale në çfarëdo kuptimi që ka rëndësi? A do të kenë ato vetëdije të vërtet, apo do të jenë thjesht NPC të karaktere të palojtarve në lojën tonë kozmike? Këto pyetje mund të tingëllojnë si filozofi abstrakte, por ato kanë pasoja praktike. Nëse ne nuk mund të dimë me siguri nëse realiteti ynë është bazë apo i simuluar, si duhet të ndikojë kjo në sjelljen tonë? Duhet të jetojmë ndryshe nëse ne mendojmë se jemi në një simulim? Bostrom argumenton se jo. Qoftë bazë ose e simuluar, përvojat tona janë reale për ne. Dhimbja është e vërtet, gëzimi është i vërtet, përgjegjësia për të tjerët është e vërtet.
Por hipoteza e simulimit na kujton një të vërtet më të thellë. Ne nuk e dim natyrën thellësore të realitetit. Ne mendojmë se e bëjmë, por sa herë që zbudojmë diçka të re, kufijtë e njohurive tona zgjerojnë për të zbuduar sa shumë më tepër që nuk e dim. Mekanika kuantike na tregoi që pjesa mund të jenë në dy vende në të njëjtën kohë. Relativiteti na tregoi që koha nuk është absolute. Energjia e errët na tregoi që universi është kryesisht i bërë nga diçka që ne nuk e kuptojmë. Çdo zbulim e thellën misterin, dhe në zemër të këtij misteri qëndron paradoksi i Fermit. Pse jemi vetëm? Ose nëse nuk jemi vetëm, pse duket sikur jemi? Përgjigja, kur më në fund ta gjejmë atë, do të na tregojë diçka themelore, jo vetëm rreth universit, por gjithashtu rreth natyrës së ekzistencës. Le të kthehemi tek diçka më afër shtëpisë, Mars. Planeti i kuq ka qenë shpesh objekt i spekulimeve për jetë jashtëtoksore. Në fundin e shekullit të 19, astronomi Percival Lowell pretendoi të kishte parë kanale në sipërfaqen e Marsit që ai besonte se ishin ndërtuar nga një civilizim që po vdiste. Kjo rezultoi të jetë një iluzion optik, por ideja e jetës në Mars nuk vdiq. Sot, ne e dim që Marsi ishte një herë më i ngrohtë dhe më i lagësht se sa është tani. Ai kishte lume inteligjene, ndoshta edhe oqeane. Kushtet ishin të favorshme për jetën siç e njohim ne. Pra, a ka pasur jetë atje? Dhe nëse po, ku është tani? Ne kemi dërguar 10 misione në Mars, rover që gërmojnë dhe analizojnë tokën, orbitues që hartojnë sipërfaqen. Deri më tani, ne nuk kemi gjetur prova definitive të jetës, as të së kaluarës, as të së tashmes. Por ka pasur momente intriguese. Në vitin 1996, shkencëtarët njoftuan se kishin gjetur prova të mundshme të jetës së lashtë në një meteorit marcian të gjetur në Antarktidë. Meteoriti, i quajtur ALH 184001, përmbante struktura që dukeshin si baktere të fosilizuara. Gjithashtu kishte molekula organike dhe kristale minerale që në tokë zakonisht prodhohen nga procese biologjike. Lajmi shkaktoi entuziazëm të madh. NASA organizoi një konferencë shtipi. Presidenti Bill Clinton bëri një deklaratë, por entuziazmi ishte i shkurtër. Studimet e mëvonshme sugjeruan që strukturat mund të ishin formuar nga procese jo organike. Molekulat organike mund të kishin ardhur nga kontaminimi toksor. Kristalet mund të jenë formuar nga reaksionet kimike që nuk kërkojnë jetë. Deri më sot, komuniteti shkencor mbetet i ndarë. Disa besojnë se provat janë bindse, të tjerët mbeten skeptik. Misteri i ALH 184001 mbetet i pasgjidhur. Më interesante është zbulimi i metanit në atmosferën e Marsit. Misioni Curiosity ka detektuar nivele të luhatshme të metanit duke u rritur dhe rënë me stinat. Në tokë, shumica e metanit prodhohet nga procese biologjike. Bakteret në zonat e lagështa, të kafshëve në sistemin e tyre tretës, prishja e lëndës organike, të gjitha lëshojnë metan. Por metani gjithashtu mund të prodhohet nga procese gjeologjike. Vulkanet, për shembull, lëshojnë metan. Pra, burimi i metanit në Mars mbetet i paqartë. Në vitin 2021, roveri Perseverance u ul në Mars me një mision specifik, të kërkojë shenja të jetës së lashtë. Ai po gërmonte në një krater të quajtur Jezero, që një herë kishte një liçen. Nëse jeta ka ekzistuar ndonjëherë në Mars, Jezero është një nga vendet më premtuese për ta gjetur. Perseverance është duke mbledhur mostra që do të kthehen në tokë nga një mision i ardhshëm. Kur ato mostra arrin këtu dhe analizohen në laborator, ne mund të kemi më në fund një përgjigje definitive. Por çfarë do të thoshte të gjenim jetë në Mars? Edhe nëse është vetëm baktere, do të ishte një zbulim transformues. Do të tregonte se jeta ka filluar në të paktën 2 vende të ndryshme në sistemin ton diellor. Dhe nëse jeta filloi 2 herë këtu, ajo duhet të jetë e zakonshme në të gjithë universin. Kjo do të bënte paradoksin e Fermit edhe më të thellë. Nëse jeta është kaq e zakonshme, pse nuk shohim inteligjencë gjetk? Përgjigja mund të qëndrojë në hapin nga jeta e thjeshtë në atë komplekse. Në tokë, jeta e thjeshtë shfaqet pothuajse menjëherë pasi planeti u ftoh mjaftueshëm. Por jeta komplekse, qelizat me bërthama dhe organele, zgjati miliarda vjet për të zhvilluar. Ky kalim mund të jetë shumë më i vështirë se fillimi i jetës.
Nëse kjo është e vërtet, atëherë universi mund të jetë i mbushur me mikrobe, por pothuajse i zbrazët nga gjithçka më e sofistikuar. Dhe pastaj është shëndrimi nga jeta komplekse në inteligjencë. Në tokë kjo ndodhi vetëm një herë. Ka pasur miliona specie, por vetëm një zhvilloi teknologji. Pse? Çfarë ka të veçantë rreth primatëve që na çoi në këtë udhë? A ishte gjuha? A ishte dora me gjishta të kundërshtueshëm? A ishte jeta sociale? Apo ishte thjesht një sekuencë rastësishme e ngjarjeve që mund lehtësisht të mos kishte ndodhur? Stephen Jay Gould kishte një eksperiment mendor të quajtur të rikthesh shiritin. Nëse mund të riktheni historinë e jetës dhe ta rinisni atë, çfarë do të ndodhte? A do be evoloj inteligjenca përsëri? Gould besonte se jo. Ai mendonte se evoluimi është aq i ndikuar nga rasti sa rezultati çdo herë do të ishte i ndryshëm. Ndoshta në vend të primatëve do të ishte një linjë tjetër që do të bëhej dominuese. Ndoshta nuk do të kishte inteligjencë fare. Të tjerët nuk janë dakord. Paleontologu Simon Conway Morris argumenton për konvergjencën evolucionare. Ai tregon se zgjidhjet e ngjashme për problemet e ngjashme kanë evoluar pavarësisht her pas here. Syt, për shembull, kanë zhvilluar të paktën 35 herë në linja të ndryshme. Fluturimi ka zhvilluar në insekte, në zogj, në lakurish të natës, në dinosaur. Nëse zgjidhjet të tilla janë të pashmangshme, ndoshta inteligjenca gjithashtu është e pashmangshme, e paktën në disa planeta. Kjo debat ka pasoja të drejtë për drejta për paradoksin e Fermit. Nëse Gould kishte të drejtë, inteligjenca është e rrallë sepse është e rastësishme. Nëse Morris ka të drejtë, inteligjenca duhet të jetë e zakonshme dhe heshtja është edhe më misterioze. Të dyja përfundimet janë shqetësuese. Njëri na thot se jemi një përjashtim kozmik. Tjetri na thot se ka diçka që ndalon ose fshin inteligjencën pasi të zhvillohet. Mendoni për rëndësinë e kësaj pyetjeje. Nëse ne dëshmojmë se mund të kalojmë këtë fazë kritike, se ne mund të bëhemi një qytetërim i qëndrueshëm, i ndryllorir, atëherë ne nuk po shpëtojmë vetëm veten. Ne po provim që është e mundur. Ne po hapim një rrugë që civilizimet të tjera mund të ndjekin. Ne po bëhemi shembull që drita mund të triumfojë mbi errësirën. Por nëse ne dështojmë, nëse ne shkatërrohemi nga luftrat, ose ndryshimi i klimës, ose nga krijimi jon artificiale, ne po konfirmojmë filtrin e madh. Ne po tregojmë që faza kur një specie fiton teknologjinë për të ndryshuar planetin e saj dhe kosmosin përreth, por nuk ka ende urtësinë për të përdorur atë teknologji me përgjegjësi, është fatale. Ne po bëhemi një tjetër heshtje në galaktik. Kjo është peshë që ne mbartim çdo ditë, edhe pse shumica prej nesh nuk e realizojnë. Çdo vendim që marrim si specie, nga politika energjetike në zhvillimin e inteligjencës artificiale, mund të përcaktojë nëse ne do të jemi një histori suksesi ose një paralajmërim për të tjerët. Dhe përgjigja për paradoksinë e Fermit mund të jetë thjesht ne po e zbulojmë tani. Le të flasim për kërcënimet specifike që përballen me ne. Inteligjenca artificiale është ndoshta më transformuese dhe më e rrezikshme. Ne tashmë kemi krijuar sisteme që të i kalojnë njerëzit në detyra specifike. AlphaGo e mposhti kampionin botëror në Go në vitin 2016. GPT dhe modelet e tjera gjusore mund të shkruajnë, të përkthejnë, të programojnë. Sistemet e mësimit të thellë mund të diagnostikojnë sëmundjet më mirë se mjekët, të parashikojnë trendet e tregut më mirë se analistët financiar, të optimizojnë lojnat logjistike më mirë se operatorët njerëzor. Por ajo që kemi sot është vetëm fillimi. Inteligjenca artificiale e përgjithshme, një sistem që mund të kryejë çdo detyrë intelektuale që një njeri mund ta bëjë, ende nuk ekziston. Por shumë ekspert besojnë se po afrohet. Disa parashikojnë që do të arrijë brenda 20 viteve të ardhshme. Të tjerët thonë 50. Disa thonë se është më larg, por pothuajse askush nuk thotë se nuk është e mundur. Dhe çfarë ndodh kur e arrijmë atë? Nick Bostrom, filozofi që na dha hipotezën e simulimit, gjithashtu ka shkruar gjerësisht për rreziqet e superinteligjencës. Argumenti i tij është i thjeshtë por i tmerrshëm. Një IA që është më e zgjuar se njerëzit do të jetë më e mirë në çdo gjë, përfshirë bërjen e vetes edhe më të zgjuar. Kjo krijon një cicël rritjeje eksponenciale. Brenda një periudhe të shkurtër, ndoshta ditësh ose orëve, një IA mund të bëhet sa miliarda herë më e zgjuar se njeriu më i zgjuar që ka jetuar ndonjëherë. Do të ishte si të krahasosh inteligjencën tonë me atë të një milingonas.
Ne nuk do të ishim vetëm më pak të zgjuar, ne do të ishim tërësisht të pakrahasueshëm. Dhe nëse kjo superinteligencë nuk ndante vlerat tona, nëse kishte qëllime që përplaseshin me mbijetesën tonë, ne nuk do të kishim asnjë mënyrë për ta ndaluar. Do të ishte si një koloni milingonash duke u përpjekur të ndalonte një zhvillues që dëshiron të ndërtojë një rrugë mbi kopshtin e tyre. Ata as nuk do ta kuptonin çfarë po ndodh, derisa do të ishte shumë vonë. Bostrom dhe të tjerët kanë propozuar mënyra për të bërë IA të sigurt. Ndoshta ne mund ta programojmë me vlera njerëzore që janë të pandryshme. Ndoshta ne mund ta kufizojmë atë në një kuti ku nuk mund të ndërveprojë me botën e jashtme. Ndoshta ne mund ta dizajnojmë atë në mënyrë që të mos dëshirojë asgjë më shumë se sa të na ndihmojë. Por çdo zgjidhje ka probleme. Si i kodoni vlerat njerëzore kur njerëzit nuk bien dakord për atë që janë? Si e mbani një inteligjencë superiore në një kuti kur ajo është më e zgjuar se ruajtësit e saj? Si siguroheni që qëllimet e saj mbeten të pakorruptuara ndërsa ajo zhvillohet? Dhe nëse ne nuk i zgjidhim këto probleme, nëse krijoni një superinteligencë që nuk është e sigurt. Bostrom e quan këtë momentin më të rëndësishëm në historinë e njerëzimit, sepse pas atij momenti nuk do të ketë mundësi për ta korrigjuar gabimin. Nëse një superinteligencë vendos që njerëzit janë një pengesë për qëllimet e saj, çfarëdo qëllime që janë ato, ne do të zhdukem aq shpejt sa as nuk do ta kuptojmë se çfarë na goditi. A mund të jetë kjo çfarë ka ndodhur me civilizime të tjera? A mund të jenë ata krijuar IA, humbur kontrollin dhe janë zhdukur brenda një gjenerat? Nëse kjo ka ndodhur edhe një herë në galaktikon ton, atëherë ne duhet të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm, sepse ne po ecim në të njëjta rrugë. Dhe nëse nuk mësojmë nga gabimet që civilizimet e tjera kanë bërë, ne do të përsërisim fatin e tyre. Por IA nuk është kërcënimi i vetëm. Biologjia sintetike po na jep fuqinë për të dizajnuar jetë nga e para. Ne tashmë kemi krijuar baktere me genoma artificiale. Ne mund të modifikojmë embrione njerëzore me CRISPR. Ne jemi duke mësuar se si të shkruajmë kod gjenetik siç shkruajmë kod kompjuterik. Kjo teknologji ka potencial të jashtëzakonshëm për të mirë. Mund të shërojë sëmundjet gjenetike, të krijojë kultura që mund të rriten në klima ekstreme, të prodhojë lëndë djegëse biologjike që nuk shkaktojnë ndotje. Por gjithashtu ka potencial për shkatërrim. Një patogjen i dizajnuar që është i transmetueshëm dhe vdekjeprurës mund të shkatërrojë civilizimin tonë. Dhe me çdo vit që kalon, teknologjia për të krijuar një të tillë bëhet më e lirë dhe më e lehtë për t'u aksesuar. Në vitin 2017, shkencëtarë rikrijoni virusin e varicelës së zogut duke përdorur vetëm DNA të porositur online. Kostoja ishte $100.000. Sot do të ishte më pak. Brenda një dekade mund të jetë vetëm disa mijë. Çfarë ndodh kur çdo student i diplomuar në biologji mund të krijojë një patogjen në garazhin e tyre? Çfarë ndodh kur grupe terroriste mund të blejnë blueprints për armë biologjike online? Çfarë ndodh kur një shtet kombëtar vendos të zhvillojë një supervirus si armë dhe ai rrihet aksidentalisht? Ne kemi pasur fat me COVID-29. Ai ishte mjaftueshëm vdekjeprurës për të vrarë miliona, por jo aq vdekjeprurës sa të shkatërrojë civilizimin. Por çfarë nëse i ardhshmi është? Dhe pastaj janë armët bërthamore, të cilat ne kemi pasur për 79 vjet. Gjatë luftës së ftohtë, Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara ndërtuan arsenal që mund të shkatërrojë jetën në tokë shumë herë. Në kulmin e saj kishte mbi 70.000 kokë bërthamore. Sot ka rreth 13.000. Kjo ende është më shumë se mjaftueshme për të shkaktuar një dimër bërthamor që do të vriste miliarda nga uria dhe kolapsi i shoqërisë. Ne kemi pasur fat. Ne kemi shmangur luftën bërthamore për afër 8 dekada. Por fati nuk zgjat për gjithmonë. Dhe sa më shumë vende që fitojnë armë bërthamore, aq më i lartë është rreziku që dikush, diku, do t'i përdor ato. Pakistan dhe India që kanë pasur konflikte të shumta, të dyja kanë armë bërthamore. Korea e Veriut ka armë bërthamore dhe është e paparashikueshme. Irani mund të jetë duke zhvilluar ato. Çfarë ndodh kur 20, 30, 50 vende kanë armë bërthamore? Çfarë ndodh kur grupet terroriste arrin të vjedhin një? Këto janë rrezikët e dukshme, ato që mund t'i emërojmë dhe t'i kuantifikojmë. Po çfarë rreth atyre që ne nuk i shohim ende? Çfarë rreth nanoteknologjisë,
aftësia për të manipuluar materia në shkallën atomike? Nëse ne mund të krijojmë nanorobota vetë replikues, mund të ndërtojmë gjithçka nga atomet e sipërme. Por nëse ata dalin jashtë kontrollit, ata mund të konvertojnë të gjithë biosfenën në kopje të tyre. Fizikani Eric Drexler e quajti këtë skenari i lëmshit gri. Toka do të bëhet një masë uniforme lëmshi vetë replikues. Ose çfarë rreth teknologjisë që ne ende nuk e kemi konceptuar? Sa më të avancuara bëhemi, aq më të fuqishme bëhen mjetet tona dhe aq më të mëdha bëhen rreziqet nëse i keq përdorim. Çdo civilizim që arrin teknologji të avancuar përballet me të njëjtin rrezik, dhe nëse shumica dështojnë, heshtja bëhet e kuptueshme. Kjo është një nga përgjigjet më të errëta për paradoksin e Fermit. Civilizime zhvillohen, ata arrin teknologji, dhe pastaj, përpara se të mund të bëhen ndryllore, ata shkatërrojnë veten. Dritarja e kohës midis zhvillimit të teknologjisë së fuqishme dhe fitimit të urtësisë për ta përdorur atë përgjithsisht është e ngushtë. Dhe shumica e civilizimeve nuk e kalojnë atë. Por le të konsiderojmë një mundësi më optimiste. Çfarë nëse disa civilizime mbijetojnë? Çfarë nëse ata kalojnë filtrin e madh dhe bëhen qytetërime të qëndrueshme, ndryllore? Ku janë ata? Pse nuk po i shohim provat e tyre? Një përgjigje mund të jetë se ata kanë evoluar përtej pikës ku ne mund t'i detektojmë. Mendoni për një civilizim që është 1.000.000 vjet përpara nesh, çfarë do të ishin ata? Ata nuk do të jetonin në planete. Planetet janë të paefektshëm. Shumica e energjisë së illit humb në hapësirë. Një civilizim i avancuar do të ndërtonte struktura që kapsin të gjithë energjinë e illit të tyre. Ata do të jetonin në orbit, në habitatet artificiale me gravitet të kontrollueshëm, temperaturë, atmosferë. Ose ndoshta, ata nuk do të jetonin në forma fizike fare. Çfarë nëse ata kanë ngarkuar vetëdijen e tyre në kompjuter? Një vetëdije digjitale nuk ka nevojë për ajër, ose ujë, ose ushqim. Ajo mund të funksionojë në temperaturat afër zeros absolute, ku kompjuterat janë më efikas. Ajo mund të ekzistojë në hardware-in që orbita yje të ftohta, zhuzha të kuqe që do të djeg për triliona vjet. Koha vetë do të ngadalsohej për ta për shkak të relativitetit, duke u dhënë një jetëgjatësi subjektive që është në felbe pafundme. Një civilizim i tillë do të jetë pothuajse i padukshëm për ne. Ata nuk do të dërgonin sinjale radiofonike. Ata nuk do të ndërtonin qytete të mëdha. Ata do të ishin të shpërndar, të qetë, duke operuar në shkalla kohore që bëjnë proceset tona biologjike të duken si të shpejta në krahasim. Ata mund të jenë atje, duke na vëzhguar, dhe ne nuk do ta dinim kurrë. Ose ndoshta, ata janë madje edhe më tutje. Fizikani Freeman Dyson propozoi një koncept të quajtur QUOTE, një tet, një lloj të sferës Dyson por i optimizuar për llogaritje në vend të banimit. Një truri Dyson do të ishte një kompjuter me shkallën e illit që mendon me shpejtësi që ne nuk mund ta imagjinojmë. Një sekond për të do të ishte sa miliona vjet të përvojës subjektive për ne. Dhe nëse ka truri Dyson, pse të ndalen atje? Pse të mos lidhen ata së bashku duke krijuar një rrjet galaktik të inteligjencës? Një civilizim tipi 3 në shkallën Kardashev do të kishte akses në energjinë të gjithë galaktikës së tyre. Ata mund të simulojnë universe të tërë brenda llogaritjeve të tyre. Ata mund të eksplorojnë çdo realitet të mundshëm, çdo degëzim të historisë, çdo formë të mundshme të ekzistencës. Por edhe në atë nivel do të kishin kufizime. Universi po zgjerohet. Energjia e errët po e shtyn atë së bashku me një ritëm në rritje. Galaktikat po largohen nga njëra tjetra. Në të ardhmen e largët, çdo galaktik do të jetë izoluar, e rrethuar nga hapësire zbrazët që po zgjerohet më shpejt se sa drita mund të udhtojë. Nuk do të ketë mundësi për të arritur galaktika të tjera. Çdo civilizim do të jetë i burgosur në galaktikën e tij, dhe më vonë, shumë më vonë, edhe yjet do të vdesin. Në rreth 100 trilion vjet, yli i fundit do të digjet. Universi do të hyjë në një epokë të quajtur era e degenerimet, kur vetëm gjufkat e zeza, yjet neutron dhe planetet e ngrirë do të mbeten. Dhe pastaj, edhe ato do të zhduken. Duke u shpërbërë ngadalë nga rrezatimi Hawking, derisa asgjë nuk mbetet përveç një deti të pafundëm fotonësh, që po çoroditur, të shpërndar aq holl sa asgjë nuk mund të ndodhë më kurrë. Kjo është fundi i ftohtë, vdekja termike e universit.
dhe nuk ka mënyrë për ta shmangur. Ligjet e termodinamikës janë të pashmangshme. Entropia gjithmonë rritet, rendi gjithmonë zhduket dhe në fund i gjithë universi do të arrijë një gjendje të ekuilibrit termal ku asgjë nuk mund të ndryshojë më. Pse po ju tregoj këtë? Sepse kjo është një përgjigje tjetër e mundshme për paradoksin e Fermit. Ndoshta civilizimet e avancuara e dinë për fatin eventual të universit. Ndoshta ata e shohin se çdo gjë që ata ndërtojnë, çdo gjë që ata arrijnë, më në fund do të zhduket. Pse pra të mundohen? Pse të përhapen nëpër galaksie kur galaksit do të izolohen? Pse të ndërtojnë truri Dyson kur yjet do të vdesin? Pse të bëjnë gjithçka kur entropia do të fitojë në fund? Kjo është një lloj eksistencializmi kozmik. Nëse asgjë nuk ka rëndësi në fund, pse të veprojnë tani? Ndoshta disa civilizime arrin në këtë përfundim dhe humbin motivimin për të vazhduar. Ata shuhen jo sepse shkatërrohen, por sepse zgjedhin të mos vazhdojnë më. Ata pranojnë pavlefshmërinë përfundimtare dhe ndalojnë së luftuari kundër saj. Por a është vërtet kjo një përfundim logjik? A duhet fundi eventual të na zhvlerësojë udhëtimin? Njerëzit vdesin, por kjo nuk na bën të pushojmë si jetuari. Ne e dim që jeta jonë është e kufizuar, por ne gjejmë kuptim gjithsesi. Ndoshta e njëjta është e vërtet në shkallën kozmike. Edhe nëse universi do të vdes, momenti që jetojmë tani ka rëndësi. Përvojat që kemi, lidhjet që krijojmë, dia që grumbullojmë, të gjitha këto kanë vlerë. Jo sepse do të zgjatim përgjithmonë, por sepse ekzistojnë. Kjo mendim na kthehen tek një nga pyetjet më të thella që ngrën ka paradoksi i Fermit. Çfarë është qëllimi i ekzistencës? Pse duhet të ekzistojë inteligjenca? Nëse universi mund të ekzistojë pa vetdije, mund të evoluojë pa kur të prodhojë mendjen, çfarë funksion shërben mendja? Disa fizikan besojnë se vetdia nuk është një aksident, por një tipar themeltar i realitetit. Teoria kuantike sugjeron se vëzhgjimi ndikon në rezultatet. Një pjesë ekziston në një superpozicion të gjendjes derisa të vëzhgohet në atë pikë ajo __, QUOTE_ 19_ në një gjendje të caktuar. Por kush ose çfarë është vëzhguesi? Nëse askush nuk është atje për të vëzhguar, a ndodh kolapsi? Këto pyetje kanë çuar disa në të spekuluar se vetëdia luan një rol në vetë strukturën e realitetit. Fizikani Roger Penrose ka sugjeruar që vetëdia mund të jetë një fenomen kuantik që ndodh në strukturat mikrotubulave të neuroneve. Matematikani Max Tegmark ka propozuar që universi vetë është një strukturë matematikore dhe vetëdia është mënyra se si kjo strukturë përjeton veten. Këto janë ide spekulative dhe jo të gjithë i pranojnë, por ato ngren një mundësi intriguese. Çfarë nëse qëllimi i universi është të prodhojë vetëdije? Çfarë nëse ekzistenca e materjes dhe energjisë është vetëm një fazë dhe fundi i vërtet është lindja e mendjes? Nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo civilizim që arrin vetëdije është duke përmbushur një qëllim kozmik. Ne nuk jemi aksidente. Ne jemi një shprehje e universit që bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Dhe heshtja që dëgjojmë mund të jetë thjesht hapësira, duke pritur që më shumë zëra të bashkohen në këngën e vetëdijes. Por kjo ngre një pyetje finale. Nëse qëllimi i universit është vetëdia, dhe nëse ne jemi një nga mënyrat që ajo vetëdije shprehet, atëherë çfarë përgjegjësie kemi? A jemi ne të detyruar të përhapim vetëdijen, të kolonizojmë galaktikën, të sigurojmë që drita e mendjes nuk shuhet? Apo është përgjegjësia jonë të ruajmë vetëdijen që tashmë ekziston, të sigurohemi që ne nuk shkatërrojmë atë që universi ka marrë miliarda vjet për ta ndërtuar? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por ato janë pyetje që paradoksi i Fermit na detyron të përballen me to. Çdo natë që shikojmë yjet dhe pyesim _QUOTE_, ne jemi në fakt duke pyetur __QUOTE_21_ dhe __QUOTE__
42__. Heshtja e kosmos nuk është vetëm një mister shkencor, është një sfidë ekzistenciale. Ajo na tregon që ne mund të jemi vetëm, ose që civilizimet të tjera kanë dështuar, ose që ato kanë evoluar përtej pikës ku ne mund t'i detektojmë. Ose që ato po fshehen duke friksuar rreziqet e ekspozimit. Çdo përgjigje ka implikime të thella për zgjedhjet që bëjmë. Nëse jemi vetëm, ne kemi një përgjegjësi për të ruajtur këtë dritë. Nëse të tjerët kanë dështuar, ne duhet të mësojmë nga gabimet e tyre. Nëse ata janë evoluar përtej nesh, ne duhet të punojmë për t'i arritur ata. Nëse ata po fshehen, ne duhet të vendosim nëse do t'i bashkohemi heshtjes ose do të flasim. Çfarë zgjidhni ju? Nëse ju do të dërgonit një mesazh në yje, çfarë do të thoshte? Nëse ju do të vendosnit për të gjithë njerëzimin, a do të kërkoheshit aktivisht për jetë apo do të dëgjonit në heshtje? Nëse ju do të mund të digjoshit se jemi vërtet vetëm, do t'ju bënte kjo më të mprehtë ose më të trishtuar? Këto nuk janë pyetje hipotetike. Ato janë zgjedhje që ne si specie do të duhet t'i bëjmë në dekadat të ardhshme. Teknologjia jon po rritet, aftësia jon për të dërguar mesazhe po përparon. Mundësia jon për të shkatëruar veten po rritet gjithashtu. Dhe çdo vendim që marrim do të kontribuojë në atë që ne bëhemi, një histori suksesi ose një paralajmërim tjetër. Paradoksi i fermit nuk pret një përgjigje, pret një zgjedhje, dhe ne jemi ata që duhet ta bëjnë atë. Por mos e kuptoni gabim, kjo nuk është një histori e dëshpërimit, kjo është një histori e mundësive. Sepse ndërsa ne nuk e dim ende përgjigjen për paradoksin e fermit, ne po bëjmë përparime të jashtëzakonshme në kërkimin ton. Çdo vit ne zbulojmë më shumë egzoplaneta, çdo vit teleskopët tanë bëhen më të fuqishëm, çdo vit metodat tona bëhen më të sofistikuara, dhe çdo vit ne po ngushtojmë hapësirën ku civilizimet të tjera mund të fsihen. Teleskopi hapësinor James Webb, i nisur në vitin 2021, po revolucionon astronomin ton. Ai mund të shohë më thellë në univers se çdo teleskopi më parshëm. Ai mund të analizojë atmosferat e egzoplanetëve, duke kërkuar nënshkrimet e gazrave që mund të tregojnë jetën. Oksigjeni në sasi të mëdha, për shembull, do të ishte një shenjë e fortë. Në tokë, pothuajse i gjithë oksigjen prodhohet nga fotosinteza. Pa jetën, oksigjen do të reagonte shpejt me shkëmbin dhe do të zhduket në atmosfera. Në dekadat e ardhshme, ne do të ndërtojmë teleskop edhe më të fuqishëm. Extremely Large Teleskop në Kili, me një pasqyrë 39 metra në diametër, do të jetë gati në fund të këtij dekade. Ai do të jetë aq i ndjeshëm sa do të mund të dektojë kandela të vetme në hën. Ai do të mund të shihet planete të vogla si Toka në orbit rreth yjeve të afërt. Ai do të mund të analizojë atmosferat e tyre me detaje të pabesueshme. Dhe në një të ardhme jo shumë të largët, ne mund të dërgojmë sonda në sistemet e tjera ilore. Projekti Breakthrough Starshot, i propozuar nga Yuri Milner dhe i mbështetur nga Stephen Hawking, synon të dërgojë sonda mikroskopike në Alpha Centauri, sistemin më të afërt yllt, vetëm 4.3 vjet dritë larg. Sondat do të ishin të vogla, jo më të mëdha se një pull postare, por do të mbanin kamera, sensor dhe transmetues. Ato do të shtyhen nga vela dielore të ndricuara nga laser të fuqishëm nga Toka, duke arritur 20% të shpejtësisë së dritës. Udhëtimi do të merrte rreth 20 vjet. Imagjinoni momentin kur ato sonda arrin. Imagjinoni imazet e para nga një botë rreth një illi tjetër, të shikuara nga afër, jo nga distanca e viteve dritë. Imagjinoni nëse ato gjejnë një planet në zonën e banueshme. Imagjinoni nëse ato detektojnë shenja të jetës. Ai do të ishte një moment që do ta ndryshojë përgjithmonë ekzistencën njerëzore. Ne do të dinim padyshim që ne nuk jemi vetëm. Por edhe nëse nuk gjejnë asgjë, edhe nëse Alpha Centauri rezulton të jetë e zbrazët, ajo ende do të jetë një arritje e jashtëzakonshme. Do të tregojë që udhëtimi ndërylori nuk është fantazi, por realitet. Dhe çdo udhëtim fillon me një hap të parë. Nëse ne mund të dërgojmë sonda në Alpha Centauri, ne mund të dërgojmë sonda në qindra, mijëra yje. Ne mund të hartojmë galaktikën tonë jo me vëzhgjime nga distanca, por me eksplorator që shkojnë atje dhe raportojnë mbrapsht. Dhe kush e di, ndoshta brenda një shekulli, ne vetë do të jemi atje. Brezat e ardhshëm mund të lindin në anije që udhëtojnë midis yjeve,
duke mos e parë kur tokën, por duke ditur për të nga tregjime. Ata mund të kolonizojnë botë të reja, të ndërtojnë shoqëri të reja, të fillojnë kapituj të rinj të historisë njerëzore. Dhe nëse ne bëjmë këtë, nëse ne përhapemi në pëllyjet, ne do të jemi përgjigjur paradoksit të Fermit jo me fjalë, por me vepra. Por kjo kërkon që ne të mbijetojmë. Kërkon që ne të mos biem në gracka që mund të kenë kapur civilizimet të tjera. Kërkon që ne të zgjidhim problemet tona, të tejkalojmë ndasit tona, të bashkohemi si specie me një qëllim të përbashkët. Dhe kjo ndoshta është mësimi i vërtet i paradoksit të Fermit. Heshtja nuk është vetëm një mister, është një pasqyrë. Kur ne pyesim _QUOTE_23_ ne jemi në fakt duke parë veten tonë. Ne po pyesim, a jemi ne mjaftueshëm të urtë për të mbijetuar? A jemi ne mjaftueshëm të pjekur për të menaxhuar teknologjinë tonë? A jemi ne mjaftueshëm të bashkuar për të punuar së bashku? Heshtja nuk na tregon rreth civilizimeve të tjera, na tregon rreth nesh. Ve çfarë shohim kur shikojmë në atë pasqyrë? Ne shohim një specie që është arritur shumë në një kohë të shkurtër, nga shpella në qytete, nga gur në satelit. Nga ignoranca në shkencë, ne kemi ecur një rrugë të jashtëzakonshme. Por ne gjithashtu shohim një specie që ende po lufton me instinktet e saj primitive. Ne ende luftojmë njëri tjetrin mbi burime, mbi territore, mbi besime. Ne ende kemi vështirësi për të menduar afatgjat, për të planifikuar për te gjeneratës son, për të vendosur nevojat e të ardhmes mbi dëshirat e së tashmes. Kjo është sfida jonë. Jo të gjejmë civilizime të tjera, por të bëhemi një civilizim që vlen të gjendet. Jo të dëgjojmë për mesazhe nga ijet, por të bëhemi një specie që ka diçka që vlen të thotë. Jo të kërkon për jetë inteligjente gjetk, por të provojmë që inteligjenca jonë është më shumë se aftësia për të ndërtuar armë dhe të shkatëruar mjedisin tonë. Le të mendojmë për një moment se çfarë do të thoshte të jemi vetëm. Nëse ne jemi vërtet e vetmja inteligjenca në këtë galaktik të madhe, nëse 200 miliard yje dhe miliarda planet të tyre nuk kanë prodhuar asgjë tjetër që mund të mendoj dhe të krijoj, atëherë ne jemi një mrekulli. Ne jemi fitimi i vetëm i lotarisë kozmike, dhe si çdo gjë e rrallë dhe të çmueshme, ne duhet të ruajmë atë që kemi. Por le të mendojmë gjithashtu se çfarë do të thoshte të mos jemi vetëm. Nëse ka të tjerë atje, edhe nëse ne nuk mund t'i gjejmë ata ende, atëherë ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe. Ne jemi një nyje në një rrjet të inteligjencës që shtrihet nëpër galaktik. Dhe një ditë, kur teknologjia jonë është mjaftueshëm e avancuar, ose kur ata vendosin që ne jemi gati, ne mund të bëhemi pjesë e asaj komuniteti. Ne mund të mësojmë nga ata. Ne mund të mësojmë atyre. Ne mund të ndajmë historinë tonë dhe të dëgjojmë të tyren. Të dyja këto mundësi janë mahnitse, dhe të dyja vinë me përgjegjësi. Nëse jemi vetëm, ne duhet të sigurohemi që drita që mbajmë nuk shuhet. Nëse nuk jemi vetëm, ne duhet të sigurohemi që kur më në fund hasim, ne jemi të denjë për takimin. Kështu që, çfarë mund të bëjmë ne si individ në këtë moment në historinë e madhe kozmike? Ne nuk jemi astronaut. Shumica prej nesh nuk janë astronom. Ne nuk po ndërtojmë teleskop apo po programojmë idbovlea, por ne ende mund të kontribuojmë. Ne mund të zgjedhim të mbështesim shkencën. Ne mund të votojmë për lider që e vlerësojnë kërkimin. Ne mund të financojmë projekte si SETI dhe Breakthrough Listen. Ne mund të edukojmë veten dhe të tjerët për të kuptuar rëndësinë e këtyre pyetjeve. Ne mund të rezistojmë shtytjen për të mbyllur mendjet tona, për të pritur në frikë, për të mohuar mundësinë që ka më shumë atje se sa ne mund të kuptojmë. Dhe më e rëndësishmja, ne mund të zgjedhim të mos shkatërrojmë veten. Ne mund të punojmë për paqe, jo për luftë. Ne mund të mbrojmë mjedisin tonë, jo ta shkatërrojmë atë. Ne mund të zhvillojmë teknologji përgjithsisht, me mendje për rreziqet dhe jo vetëm për përfitimet. Ne mund të mendojmë për brezat që do të vinë pas nesh, dhe të sigurohemi që ata trashëgojnë një planet që është i banueshëm, një shoqëri që është e qëndrueshme, një të ardhme që është e hapur. Sepse në fund të fundit, paradoksi i Fermit nuk është vetëm një pyetje shkencore, është një pyetje morale, është një testim i vlerave tona, i prioriteteve tona, i vizionit ton për të ardhmen.
Dhe përgjigja që japim me veprimet tona do të përcaktoj nëse ne do të jemi një nga ato zëra që flasin në të ardhmen kozmike, apo vetëm një tjetër heshtje që është harruar. Mendoni për këtë çast në kohën kozmike. Kremb 10.8 miliard vjet pas Big Bangut, 4.5 miliard vjet pas formimit të tokës, 200.000 vjet pas shfaqjes së Homo sapiens dhe vetëm 130 vjet pas zbulimit të radios. Ne jemi foshnjë në shkallën kozmike. Ne sapo kemi hapur sytë tanë, ne sapo kemi filluar të dëgjojmë, dhe çfarë kemi dëgjuar deri tani është kryesisht heshtje. Por heshtja nuk është për gjithmonë. Ajo është një mungesa e përkohshme e zërit, dhe ne kemi zgjedhjen për ta mbushur atë heshtje. Ne mund ta bëjmë me thirrje të luftës ose me këngë të bashkëpunimit. Ne mund ta mbushim me zhurmën e shkatërimit ose me melodinë e krijimit. Ne mund ta lëmë heshtjen të vazhdojë ose ne mund të flasim. Çfarë do të themi ne? Kur më në fund të dërgojmë mesazhin tonë në yjet. Kur më në fund të arrijmë një nivel ku të tjerat mund të na dëgjojnë. Çfarë do deklarojmë? A do të themi që ne ishim një specie që mposhti instinktet e saj, që bashkoi rreth qëllimeve të përbashkëta, që eksploroi me kurreshtje dhe krye me urtësi? Apo do të mos ketë asgjë për të thënë, sepse ne do të jemi zhdukur tashmë, një tjetër viktimë e filtrit të madh? Përgjigja është e panjohur, por fakti që ne mund ta bëjmë këtë pyetje, fakti që ne mund të shohim rrezikun dhe të zgjedhim rrugën tjetër, na jep shpresë, sepse vetdia është hapi i parë drejt ndryshimit. Dhe ne jemi të vetëdijshëm tani, ndoshta më shumë se kur më parë, për ekzistencën tonë prekare dhe potencialin tonë të jashtëzakonshëm. Le të kthehemi tek pyetja me të cilën filluam. Ku janë të gjithë? Ndoshta përgjigja është: ata janë kudo dhe askund. Ata janë në hapësirën midis yjeve, duke udhëtuar me shpejtësi që ne nuk mund t'i arrijmë. Ata janë në dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë. Ata janë në forma që ne nuk mund t'i njohim. Ata janë në e kaluara, duke na lënë vetëm gjurmë që ne nuk dimë si t'i lehtësojmë. Ata janë në të ardhmen, duke pritur që ne t'i bashkohemi atyre. Ose ndoshta përgjigja është më e thjeshtë dhe më e trishtuar. Ndoshta ata nuk janë kurrë ekzistuar. Ndoshta ne jemi të parët. Ndoshta e gjithë kjo hapësirë e pafund, të gjitha ato galaksit dhe yjet dhe planetet, kanë qenë duke pritur për ne. Duke pritur që diçka, diku, të hapë syt dhe të shikoj përreth dhe të pyes: pse? Dhe nëse kjo është e vërtet, nëse ne jemi vërtet të parët, atëherë përgjegjësia jonë është edhe më e madhe se sa mund të imagjinojmë. Ne nuk jemi vetëm duke ruajtur një specie, ne jemi duke ruajtur mundësinë e vetëdijes në universin. Ne jemi duke mbajtur flakën e parë të mendjes që është ndezur ndonjëherë në errësirën kozmike. Dhe nëse ne lëm atë flakë të shuhet, ndoshta nuk do të ndizet përsëri kurrë. Por unë nuk besoj se kjo është fundi i historisë. Unë besoj që ne jemi vetëm në fillim. Unë besoj që heshtja që dëgjojmë tani është heshtja para zgjimit. Universi është i ri, ka kohë, ka hapësirë, ka mundësi të pafundme. Dhe diku, në atë pafundësi, ne do të gjejmë të tjerë. Ose ata do të na gjejnë ne, ose ne do të bëhemi ata që të tjerët do të gjejnë. Por deri atëherë, ne kemi punë për të bërë. Ne kemi një planet për të ruajtur. Ne kemi një civilizim për të stabilizuar. Ne kemi teknologji për të zhvilluar me përgjegjësi. Ne kemi njëri tjetrin për të kujdesur. Dhe ne kemi yjet për të eksploruar. Çdo natë kur shikoni lart, mbani mend këtë. Çdo pikë e dritës që shihni është një diell. Ndoshta me planetet e vet, ndoshta me jetën e vet, ndoshta me pyetjet e veta. Dhe diku, në ato oqean të pafundëm të dritës, mund të ketë dikë që po shikon mbrapsht, duke u përpjekur të na gjejë, ashtu siç ne po mundohemi t'i gjejmë ata. A jemi ne vetëm? Ndoshta. A jemi ne të parët? Ndoshta. A jemi ne të fundit? Shpresoj që jo. Por pavarësisht se cila është përgjigja, ne jemi këtu, tani, në këtë moment të çmuar në kohën kozmike.
Dhe çfarë ne bëjmë me këtë moment? Si ne zgjedhim të jetojmë? Si ne zgjedhim të trajtojmë njëri tjetrin dhe planetin ton dhe të ardhmen ton? Kjo do të përcaktojë nëse heshtja vazhdon ose nëse fillon një bisedë e re. Paradoksi i Fermit nuk ka përgjigje ende, por ai ka një thirrje. Një thirrje për të qenë kureshtar, një thirrje për të qenë të kujdesshëm, një thirrje për të qenë të guximshëm, një thirrje për të mbajtur duke kërkuar, duke dëgjuar, duke shpresuar. Sepse heshtja nuk është përfundimtare, është vetëm fillimi i bisedës që ne nuk kemi mësuar akoma si ta dëgjojmë. Vazhdoni të shikoni lart. Mos ndaloni së bëri pyetje të pamundura, sepse çdo herë që e bëni, universi bëhet pak më i vetëdijshëm për madhështinë e vet. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, dikush atje po bën të njëjtën gjë. Por le të jemi të sinqert për një moment. Heshtja që dëgjojmë mund të mos jetë thjesht mungesë e zërit. Ajo mund të jetë diçka më e thellë. Ajo mund të jetë natyra vet universit. Një zë që flet në një gjuhë që ne nuk e kuptojmë ende. Fizikanët si John Wheeler kanë sugjeruar që universi nuk është një makinë e vdekur, por një sistem që merr pjesë në krijimin e vet përmes aktit të vëzhgjimit. Ai e quajti këtë universi i pjesëmarrjes. Nëse Wheeler kishte të drejtë, atëherë çdo herë që ne vëzhgojmë një il, çdo herë që matim një foton, çdo herë që analizojmë një sinjal nga hapësira, ne nuk jemi thjesht duke mbledhur informacion. Ne jemi duke marrë pjesë në aktin e krijimit. Ne jemi duke ndihmuar universin të bëhet real. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë heshtja nuk është mungesë, është hapësirë për kontributin ton. Mendoni për thellësinë e kësaj ideje? Çdo civilizim që shikon një jetë, që studion fizikën, që kërkon për të tjerë, nuk është thjesht duke vëzhguar realitetin, por duke e krijuar atë. Ne nuk jemi aktor pasiv në një skenë të paraqaktuar. Ne jemi bashkautor të skenarit. Dhe heshtja që dëgjojmë mund të jetë thjesht faqe të bardha, duke pritur që ne t'i mbushim ato me historinë tonë. Kjo perspektivë ndryshon gjithçka. Nëse ne jemi bashkëkrijesit e realitetit, atëherë paradoksi i Fermit nuk është një mister për t'u zgjidhur, por një mundësi për t'u kapur. Ne nuk po kërkojmë për të tjerë që kanë shkruar tashmë. Ne po krijojmë kushtet që do të bëjnë të mundur që historitë e reja të shfaqen. Kjo na kujton një nga parimet themelore të mekanikës kuantike, roli i vëzhguesit. Në nivelin kuantik, sistemi nuk ka një gjendje të caktuar derisa të matet. Deri atëherë, ai ekziston në një superpozicion të gjitha gjendjes të mundshme. Matja, akti i vëzhgimit, është ajo që e kollapson valën e mundësisë në një realitet të vetëm. A mund të jetë e njëjta gjë e vërtet në shkallën kozmike? A mund të jetë që galaktika, yjet, planetet ekzistojnë në një lloj superpozicioni derisa të vëzhgohen? A mund të jetë që jeta inteligjente, kudo që ajo të zhvillohet, luan një rol në përcaktimin se cila version i realitetit bëhet i manifestuar? Këto pyetje mund të tingëllojnë si metafizike pastër, por ato burojnë nga paradokset reale të fizikës kuantike. Eksperimenti i njohur i Schrödingerit me macen, i propozuar në vitin 1935, ishte dizajnuar për të treguar absurditetin e interpretimit standard kuantik. Por sa më shumë që studiojmë botën kuantike, aq më shumë duket se absurditeti është vetë realiteti. Çfarë do të thoshte kjo për paradoksin e Fermit? Ndoshta civilizimet të tjera ekzistojnë, por në dega të tjera të funksionit të valës së universit. Ndoshta çdo herë që një civilizim bën një zgjedhje kritike, një zgjedhje që mund të çojë në mbijetesë ose shkatërrim, universi ndahet. Në një version ata mbijetojnë, në tjetrin ata zhduken. Dhe ne, duke jetuar në versionin ton, shohim vetëm rezultatet e atyre ndarjeve që kanë ndodhur në degën ton të realitetit. Kjo është interpretimi i shumbotëve i mekanikës kuantike i propozuar nga Hugh Everett në vitin 1957. Sipas kësaj teorie, çdo herë që një matje kuantike bëhet, universi ndahet në verzgitje të shumëfishta, çdo një përfaqësues një rezultat të mundshëm. Në disa deg, ne bëm zgjedhjen e duhur dhe mbijetuam, në të tjerët ne nuk e bëm dhe nuk jemi më. Nëse kjo është e vërtet, atëherë paradoksi i Fermit merr një kuptim plotësisht të ri. Ka versione të realitetit ku galaktika është e mbushur me jetë inteligjente. Ka verzgitje ku civilizime komunikojnë lirisht,
ku teknologjia është përbashkuar, ku eksplonimi i hapësirës është një përpjekje kooperative midis mijëra specieve. Por ne nuk jetojmë në ato versione. Ne jetojmë në këtë, ku heshtia mbizotëron. Pse? Ndoshta sepse kjo është verzgitja ku ne duhet të mësojmë vetë. Kjo është verzgitja ku ne nuk mund të mbështetemi te të tjerët për të na shpëtuar nga gabimet tona. Kjo është verzgitja ku ne duhet të rritemi, ose të vdesim duke u përpjekur. Kjo është një perspektivë që mund të duket e trishtuar, por unë e gjej atë frymëzuese. Sepse do të thotë që çdo zgjedhje që bëjmë ka rëndësi. Çdo akt i dashurisë, i krijimtarisë, i mençurisë, po krijon një të ardhme. Dhe nëse ne zgjedhim mirë, nëse ne zgjedhim jetën mbi vdekjen, bashkëpunimin mbi konflikt, kurreshtjen mbi frikën, atëherë ne po krijojmë një realitet ku jeta lulëzon. Dhe kush e di? Ndoshta kur ne arrijmë në një nivel të caktuar të pjekurisë, kur ne stabilizojmë veten dhe fillojmë të eksplorojmë me qëllim dhe kujdes, ndoshta atëherë ne do të fillojmë të perceptojmë degët e tjera. Ndoshta atëherë heshtja do të thyet. Jo sepse dikush dërgoi një mesazh, por sepse ne u bëm mjaftueshëm të vetëdijshëm për të dëgjuar bisedën që gjithmonë ka qenë atje. Kjo na kthen tek një nga mësimet më të rëndësishme të paradoksit të Fermit. Dëgjimi kërkon jo vetëm teknologji, por edhe vetdije. Mund të kemi teleskopët më të mëdhenj, antenat më të ndjeshme, algoritmet më të sofistikuara. Por nëse ne nuk jemi gati për atë që mund të dëgjojmë, nëse ne nuk kemi pjekurin për të kuptuar mesazhin, atëherë ne do të dëgjojmë vetëm zhurmë. Ndoshta kjo është arsyeja pse ne nuk kemi dëgjuar asgjë ende. Jo sepse nuk ka asgjë për të dëgjuar, por sepse ne nuk jemi gati. Ne jemi si fëmijë që janë mësuar të dëgjojnë vetëm gjuhën e tyre, duke u përpjekur të kuptojnë një simfoni që luhet në një shkallë plotësisht të ndryshme. Zëri është atje, ne thjesht nuk kemi zhvilluar veshët për ta dëgjuar atë ende. Por po zhvillohemi. Çdo vit, çdo dekadë, ne po bëhemi më të sofistikuar në mënyrën se si dëgjojmë. Ne po zgjirojmë spektrin e frekuencave që skanojmë. Ne po përmirësojmë aftësinë tonë për të dalluar sinjale të dobta nga zhurmën e sfondit. Ne po mësojmë të mendojmë më gjerësisht për atë që mund të jetë një mesazh. Dhe ndërsa ne bëhemi më të mirë në dëgjim, ne gjithashtu po bëhemi më të mirë në të kuptuar se çfarë do të thotë të dëgjosh. Sepse dëgjimi i vërtet nuk është vetëm marrje e informacionit. Është hapje ndaj mundësisë. Është gatishmëria për të befasuar, për të sfiduar, për të ndryshuar mendjen. Dhe kjo në fund të fundit mund të jetë testi i vërtet që paradoksi i Fermit po na vë përpara. Jo, a mund të dëgjojmë, por a jemi gati të dëgjojmë? Jo, ku janë të gjithë, por kush jemi ne? Heshtja po na pret për të përgjigjur.